Shikues të televizionit Skan, jemi në Election Room ku do diskutojmë programet e partive politike në këtë fushat zgjedhor. Do të ndalemi ditën e sotme tek angazhimet që kanë subjektet politike për sa i përket biznesit, lehtësitë që ato premtojnë, por gjithashtu dhe ndryshimet në procedura. Dhe do ju ftoj të ndiqni pak se çfarë premtojnë partitë politike. Të ndalemi pak në subjektin e parë politik, që është Partia Socialiste, që parashikon 1 miliard euro investime për inovacion dhe teknologji përmes një programi të emërtuar Smart Albania. Është një nga premtimi që është bërë. Parashikohet gjithashtu apo premtohet në programin ekonomik të Partisë Socialiste rimbursime automatike të TVSH-s pa kontrolle fizike për biznesin. Parashikohet pashje fiskale 3 vjeçare me biznesin. Një nga risitë e programit të Partisë Socialiste në një farë mënyre parashikon që tatimi të jetë i lidhur gjithashtu me rritjen ekonomike të vendit. Është një formulë që është shpjeguar nga profesuesja e Partisë Socialiste Zonja Milova Ekonomi në studion e Election Room pak ditë më parë. Parashikohet gjithashtu paketa e maleve, që është pjesë e paketës investimeve dhe që parashikon leje investimi me 1 euro për poseduesit e tokës pra për mbi 10 vite. Do të ketë pra një farë mënyre dhënien e lejës investimi. Gjithashtu parashikon në kuadër të kësaj pakete, që është një nga risitë inovatore që është akoma në proces është diskutimi dhe është miratuar, parashikon për te programit elektoral të Partisë Socialiste, parashikon taksa zero dhe TVSH zero për 10 vitet e para për 500 sipërmarrësit e parë përmes paketës së maleve. Ndërkohë parashikon gjithashtu kreditim dhe garanci deri në 2 miliard euro për investime prodhuese. Kujtoj faktin që ky projekti kreditimi dhe garancive deri në 2 miliard euro lidhet me programin gjithashtu që është Smart Albania, pra 1 miliard euro investime për inovacion dhe teknologji, të cilat së bashku kanë si synim që gjenerojnë 8 miliard euro në ekonominë shqiptare. Pra synimi është gjithashtu që përmes të gjithë këtyre masave që ka Partia Socialiste të kemi gjenerimin e 100.000 vendeve të reja të punës. Pra, ky është objektivi i punësimit. Mos harrojmë që pak subjekte politike kanë një shifër konkrete për sa i përket numrit të atyre që do të vendeve të reja të punës që do të hapin për ekonominë. Këto janë ato disa prej premtimeve të Partisë Socialiste për sa i përket për biznesin, janë premtimet kryesore. Nuk parashikohet ndryshim nga Partia Socialiste sistemit të taksimit, të evidentoj faktin që një pjesë e madhe e subjekteve politike që janë garuese në këto zgjedhje kanë premtuar apo angazhohen që nëse do të vinë në pushtet, do të ndryshojnë modelin e taksimit duke rikthyer taksën e sheshtë. Në fakt, është Partia Demokratike e cila ka një sër projekte ndër të cilat edhe taksën e sheshtë. Pika parë është Banka e Zhvillimit për financimin e projekteve prioritare. Dhe Partia Socialiste ka projektin, pra e ka nisur jashtë programit krijimin e Bankës së Zhvillimit, por Partia Demokratike ka në programin e saj një bankë zhvillimi që financon biznesin dhe projekte tjera të rëndësishme strategjike për ekonominë shqiptare. Parashikohet një sistem fiskal stabil për 4 vite, pa rritje taksash, nga ana e Partisë Demokratike në programin e tyre. Parashikohet taksë sheshtë 10% për kapitalin dhe punën. Interesant është fakti që Partia Demokratike vjen me një premtim me një model taksimi që përmbys totalisht modelin aktual të taksimit, duke rikthyer një taksim që më parë ka aplikuar në mandatin e parë të Partisë Demokratike, ka qenë një formulë që në atë kohë paktën në fillim rezultoi suksesshme, por faktin sepse zgjeroi bazën e një farë mënyre të atyre që u përfshin apo formalizimin e ekonomisë. Dhe sigurisht edhe në këtë rast njëjti argument që është dhënë ato vite jepet nga Partia Demokratike që mund të ketë pra një farë mënyre një lloj impakti të ngjashëm me atë të mandatit parë, pra një farë formalizimit më teshëm të ekonomisë, që është edhe një nga tezat kryesore që ka Partia Demokratike, pra që kemi një nivel të lartë informaliteti në ekonomi. Ndërkohë parashikohet zero tatim për biznesin e vogël dhe profesionet e lira, TVSH-ja 15% dhe përjashtim për xhiro për 9-18 milion lekë në vit. Parashikohet taksa infrastrukturës të zbresë nga 8% në 2%, është një angazhim konkret i Partisë Demokratike. Taksa strehimit social hiqet në programin e Partisë Demokratike gjithashtu. Tarifa lejës së zhvillimit hiqet gjithashtu. 2 elementi interesantë janë ato që lidhen me tregun e pasurive të paluajtshme, janë 2 propozime që jepen në programin e Partisë Demokratike që mund të impaktojnë jo vetëm dinamikën e tregut të pasurive të paluajtshme, por edhe themi edhe dinamikën e strehimit në Shqipëri. Parashikohet që taksa strehim, tarifa e rivlerësimit të pronës të jetë nga 5% të zbresë në 1% të propozimin e Partisë Demokratike, ndërsa tarifa për shitjen e pronës nga 15% të zbresë në 2%. Një propozim tjetër i cili ka ngjallur gjatë diskutime se sa i rrezueshëm mund të jetë është ai për energjinë për bizneset, nga 24 lekë kilovator të zbresë në 6 lekë kilovator. Do të evidentoj faktin që tregtimi i energjisë elektrike për bizneset bëhet në bursën e energjisë, pra që do të thotë çmimi përcaktohet nga element tjerë, dhe mbetet për të parë se si do të jetë formula e zbërthimit të kësaj mase nga ana e Partisë Demokratike, do duhet shpjegohet sigurisht nga ekspertët e Partisë Demokratike në momentin kur në Election Room do të kemi diskutime për sa i përket kësaj pike. Parashikohen gjithashtu lehtësira të tjera, për gratë sipërmarrëse 0 tatim fitimi për vitin e parë, krijimi 4 zonave të lira ekonomike me kompanitë huaja me përvojë mbi 10 vite eksperiencë.
është një nga propozimet e tjera të Partisë Demokratike, parashikohet që për bizneset nga diasporat kemi përjashtim nga trajtim fitimi për 5 vite, gjithashtu grante 5 deri në 30.000 euro për emigrantet e kthyer që do duan të hapin biznes në Shqipëri pra të investojnë, dhe gjithashtu parashikohet, ose objektivi kryesor i gjithë këtyre masave është reduktimi i ekonomisë informale me 50% në 4 vite. Këto ishin pikat kryesore të programit të Partisë Demokratike. Do të kalojmë në programin e subjektit tjetër politik që ka rënë në zgjedhje, që është Lëvizja Bashk, parashikon krijimin e një fondi sovran për asete strategjike dhe investimin në industri. Parashikon gjithashtu ngritjen e bankës zhvillimore që do të jap kredit buta për sektor prodhues dhe eksportues. Parashikon subvencione për eksportuesit për produktet made in Albania. Ringritja e uzinës së përpunimit të naftës është një angazhim më konkret që jep Lëvizja Bashk. Kemi rinegocimin e kontratave me koncesionarët, që janë pra koncesionet ekzistuese, kredit të buta dhe bono zhvillimi për blerje makinerie dhe teknologjie. Është një element po themi inovativ në programet e subjekteve politike që propozon Lëvizja Bashk pra për bono zhvillimi për blerje makinerie dhe teknologjie. Parashikon lehtësira tatimore për teknologjinë dhe formimin profesional, çmime preferenciale energjie për bizneset prodhuese, ngjason pak me Partinë Demokratike ku pra sërish çmimi i energjisë për bizneset, pra do të jetë ndryshe nga sa është tani sipas Lëvizjes Bashk ashtu dhe Partisë Demokratike, se edhe në këtë rast duhet të diskutohet fakti sepse kemi një treg të liberalizuar energjie që është bursa ajo që vendos, duhet parë se cili është modeli që po themi si do zbërthet nga ekspertët ky angazhim dhe sa mund të realizohet në Shqipëri, një angazhim i tillë. Interesant është fakti që ka një program të veçantë, propozim tjetër i Lëvizjes Bashk është programi ESOP që parashikon që punëtorët të zotërojnë 10% të aksioneve në ndërmarrje shtetërore. Është një lëvizje paksa ose themi një angazhim pak ndryshe nga programet e tjera elektorale të kësaj fushate zgjedhore. Parashikohet krijimi i një kombinati të ri metalurgjik për përpunimin e bakrit me 51% pronësi shtetërore nga Lëvizja Bashk, është një angazhim konkret, dhe subvencione efektive për bizneset fason pa u detajuar se cilit do të jenë këto elemente subvencioneve, po themi që janë farë mund konsiderohet efektive. Kalojmë tek subjekti tjetër politik, që është Shqipëria B, që parashikon tatimin e shesh 10% për gjithë të ardhurat, biznese me xhiro deri në 20 milion lek që nuk paguajnë tatim fitimi. Tatimi i fitimit për biznesin e madh do të aplikohet vetëm për biznese me xhiro mbi 20 milion lek, është angazhim tjetër në program. Deri në 10% të TVSH si kthehet qytetarëve çdo vit përmes faturave të blerjes. Parashikon lehtësi fiskale për panelet diellore në biznese dhe banesa, është një angazhim paksa i veçantë i këtij subjekti politik në krahasim me të tjerët, dhe kostoja e përgjithshme e këtij plani që është përllogaritur nga vetë hartuesit e programit të Shqipëria bëhet llogaritet në nivelin 250 milion euro, pra këto edhe angazhimet që ka ky subjekt politik që garon në këto zgjedhje. Kalojmë tek subjekti tjetër i cili është koalicioni Euroatlantik, që është i Lulzim Bashës, pavarësisht që nuk është kryetar, por figura përfaqësuese kryesore është Lulzim Basha. Parashikon rikthtimin e taksës shesh edhe ky subjekt politik, por ndryshe nga Partia Demokratike dhe nga Shqipëria B, taksa shesh duhet të jetë në nivelin 9%, pra më ulët se sa dy subjektet e tjera. Parashikon një premtim tjetër 0 taks për biznesin e vogël deri në 14 milion lek. Angazhim tjetër është rimbursimi automatik i TVSH-s, që është një nga angazhimet që ka pothuajse çdo subjekt politik dhe duket se do të shkohet drejt kësaj alternative pavarësisht kush do të jetë subjekti politik që do të vinë në pushtet. Parashikohet heqja taksës për naftën dhe bashkimi i tatimeve me doganat është një nga risitë që sjell programi i këtij subjekti politik. Kemi ndjekur pra se çfarë premtojnë partitë politike, cilat janë angazhimet kryesore, të gjitha subjektet i adresojnë një mesazh të qartë biznesi duke ofruar lehtësi fiskale, por nga krahu tjetër dhe disa nisma që synojnë një farë mënyre jo vetëm gjenerojnë vende pune, por gjithashtu edhe modele të reja biznesi apo seksione të reja në biznesin e tyre, një lloj diversifikimi i portofolit biznesit që ka në Shqipëri. Por do diskutojmë për këtë temë me profesor Elvin Mekën, por fillimisht e ndjekim pak një aktivitet që ka pasur ditën e sotme, mesazhet që janë dhënë nga OSBE Odiri, por edhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve lidhur me fushatën zgjedhore. Nga qendra ku po mblidhen votat e diasporës, shefi Odir, Lamberto Zanier, tha se procesi është i rregullt. Ambasadori vlerësoi pozitivisht organizimin e qendrës, qartësinë procedurale dhe profesionalizmin e treguar nga stafi i KQZ-s në administrimin e këtij procesi historik. Sipas tij, procesi i votimit nga jashtë është mjaft i rëndësishëm dhe duhet të jetë i mirë organizuar, sepse ka një numër të lartë votuesish. Ndërkohë, kryekomisioneri Celi Bashi ju bëri thirrje partive politike që të shmangin deklaratat që mund të cënojnë integritetin e procesit të votës nga jashtë. Vëzhguesit ndërkombëtar të OSBE Odir u njohën me fazat e fundit të dërkimit të votave përmes shërbimit ndërkombëtar DHL, që garanton gjurmueshmëri dhe dorëzim të sigurt të çdo zarfi me votë të vlefshme pranë KQZ-s.
Në parkun olimpik, aty ku zarfet janë ndarë sipas qarqeve, deri tani kanë mbërritur 750 votat e para nga diaspora, që do të qëndrojnë të pahapura deri në mbrëmjen e 11 majit. Numërimi i tyre do të nisë paralelisht me qarqet përkatësa. Kemë mbërritur në hapësirën e intervistës për të diskutuar pikërisht për premtimet e partive politike për bizneset. Me mua në studio është profesor Elvin Meka, i cili i është bashkuar studios për të diskutuar pikërisht për këtë program. Profesor, faleminderit për prezencën tuaj dhe në fakt besoj keni ndjekur po themi ato premtime që janë për biznesin. Çfarë përshtypje ju kanë lënë premtimet? Janë bujare partitë politike, janë reale apo janë si do i kategorizoni ju? Okej. S'pa mirë se ju gjej në studio. Përsa i përket asaj që keni shtruar me drejt, sigurisht që ka një inflacion premtimesh, për fat keq nga 2 anët, ose më them nga 4 anët politikës aktuale, pa qoftë partive të establishmentit, edhe ato që janë forca sfiduese, ose më mirë themi outsider, të reja në politikë. Sigurisht premtimet janë nga më të ndryshme, disa prej tyre rivin, si koncepti taksës shesht, pra 10% shi, ose pjesa e lehtësive fiskale, që në një farë mënyrë kanë qenë një premtimi ka hershëm, më mirë themi, elektoral, ose një praktike e zbatuar të paktën në partitë krahut djathtë më shumë. Shikohet prapë përsëri nga partitë po të njëjtit spektër, kemi një risjellje, më mirë themi, të konceptit taksës së shesht, që në një farë mënyrë ndoshta ende për stadin aktual zhvillimit Shqipërisë mund të konsiderohet ende si një alternativë ose si një opsion relativisht, më mirë themi, lehtësisht i zbatueshëm dhe i gjurmueshëm, pra duke kontribuar paksa më fort në aspektin e mbylljes së shtigjeve, më mirë themi, të pjesës i informalitetit, pra duke bërë relativisht detyrë më të thjeshtë luftën ndaj informalitetit, por jo vetëm. Sigurisht, nëse do t'i hedhim një sy, shikojmë që të paktën minimalisht partitë e spektrit të djathtë tentojnë të jenë më bujare, më mirë themi, me pjesën pra duke sigur të gjitha subjektet ka një tendencë të premtojnë atër lehtësi, ulje taksash, gjithë elementet, sikur po nga do vinë këtë të ardhur apo? Sigurisht, aspekti më i rëndësishëm nuk ka të bëjë me pjesën e premtimit, pra ose më mirë themi në lejimin e uljes ose të lehtësive ose të bërjes më të ngrohtë dhe më të lehtë, më mirë themi, të mjedisit biznesit për të ushtruar biznes. Kjo duhet konsiderohet që çdo taksë e falur ose më mirë themi çdo lehtësi fiskale që i ofrohet biznesit duhet të ketë nga mbrapa 2 fatura. E para, me çfarë do të mbulohet ajo diferencë, pra sepse në një farë mënyrë buxheti i shtetit nuk fillon nga zero në asnjë vit, pra ka një lloj eksperiencë ose historiku, që sigurisht çdo buxhet vjen dhe zgjerohet ose rritet. Sigurisht që nënkupton jo taksa më të larta, por një aftësi për të vjelë, më mirë themi, më shumë taksa, që sigurisht nuk vjen vetëm nga rritja ekonomike, por edhe nga rritja e numrit bizneseve, rritja e aftësisë dhe kapaciteteve për të bërë biznes, se sigurisht nuk bëhen me një të rënd të lapse, por ka shumë mund dhe punë. Ajo që është e rëndësishme të theksohet është që shikoj pak impenjim ose sqarim, më mirë të themi, që si këto lehtësi do të përkthehen në një buxhet më të madh. Pra, nëse do të kemi lehtësi fiskale, një taksë të sheshtë që automatikisht me kursin aktual, më mirë themi, ose me politikën aktuale fiskale, po marrë atë fitimin, që është 15%, nëse do të shkojmë në atë fitimi 10%, duke llogaritë edhe premtime tjera që një biznes i vogël do të jetë i përjashtuar nga taksa, kur sigurisht pjesa më e madhe e bizneseve në Shqipëri janë e këtij niveli të kategorie, kush do të mbetet të paguajë taksa? Pra nëse këtë kategori biznesi do të afshim nga, po themi, nga regjistra fiskal, biznesit të mesëm ose të madh ne do t'ja bëjmë nga 15 do t'ja bëjmë 10%, atëherë gjithë kjo pjesë ose kjo fash, më mirë themi, e
të ardhurave që do të humbasin, se praktikisht nuk do të merren, nuk do të futen në buxhetin e shtetit, diku do dalin. Sigurisht mund të pohohet me forcë që do të luftojmë dhe do të shpërsojmë luftën ndaj informalitetit. Por Shqipëria nuk ka një ekonomi kolosale, kaq është ekonomia e Shqipërisë. Pra, edhe sikur të marrim të gjithë ekonominë informale ta formalizojmë, sigurisht që e para njëherë është teorike, nuk ka mundësi që gjithë ekonomia informale të formalizohet, pasi edhe vende me ekonomi më të fortë dhe me një shtet më të fortë se Shqipëria i kanë përpjekjet relativisht kufizuara. Nga ana tjetër, Shqipëria nuk është një vend industrial, pra i mirëfiet industrial dhe produs, pra që në një mënyrë se tjetër ai produsi nuk ka ku ta fshejë fabrikën, ndërmarrjen. Uzinën, ekonomia e Shqipërisë është bazikisht një ekonomi shërbimesh, pra dhe janë shërbime të cilat për arsye objektive, por dhe subjektive, kanë vështirësinë dhe specifikën e vetë, edhe për të fiskalizuar, por edhe për të formalizuar. Marrim për shembull sektorin e turizmit. Shifra që u artikuluat paktën nga kryeministri që vetëm 4% e shtretërve figuronin të zënë ose të okupuar, pra occupancy ishte vetëm 4%, lësh tek jo për keq interpretime, por kupton madhësinë ose shkallën e lartë të informalitetit në një nga sektorët që në një farë mënyrë duam ose s'duam është kthyer të paktën në bazën kryesore ose në motorin kryesor që po çon përpara arritjen ekonomike. Dhe çfarë presin sektorët e tjerë? Pra, në një farë mënyrë të gjithë këto premtimet, pra nëse i bëjmë një përllogaritje të thjeshtë në vija të përgjithshme, më mirë them duke vënë në një balancë premtimet elektorale dhe faturën që shoqëron këto premtime elektorale, do vjet re që nga forca aktuale pushtet, por deri tek ato që janë aspirante për pushtet, kryesisht partitë e krahut djathtë, do duhet minimalisht një rritje ekonomike që varion nga 5 deri në 9% për çdo vit. Pra për 4 vitet e ardhshme që kemi vite që nuk e kemi parë këtë shifër. Të presësh një rritje 5% në situata të tilla deri në 9%, pse skenar minimal fillon ke 5%, dhe për të kaluar një skenar mesatar dhe optimal deri në 9% rritje të pandërprerë ekonomike dhe rritje të buxhetit, pra zgjerim po themi të shpenzimeve buxhetore, që fillojnë minimalisht në 30% të buxhetit aktual deri në një buxhet ekstra që duhet të përballojë, më mirë themi, të gjithë këto lloj premtimesh, pra që janë falje këtu nga njëra anë dhe nga ana tjetër me çfarë do mbushet buxheti. Kjo është gjithmonë pyetja, sepse nëse do të kemi lehtësi ndaj biznesit, t'jeni të sigurt që lehtësitë koston do ta paguajë konsumatori në taksa direkte ose indirekte. Pra, nëpërmjet akcizave ose taksave mbi shitjen, pra TVSH-ja, dhe tjetra tatim mbi të ardhurat personale. Nëse do të kemi ulje të tatimeve direkte për qytetarët, është sigurt që do të ngarkohen ose taksat indirekte ose tatimi mbi biznesin. Rrugë të tjera nuk ka. Shqipëria jo se nuk ka kapacitete, po kaq janë kapacitetet e zgjerimit në mirë themi të fortë Shqipërisë, vetëm nëse ndonjë mrekulli që shqiptarët brenda 4 vitesh i përngjasojnë kinezëve, vietnamezëve, koreanëve në një rritje spektakolare dhe eksponenciale të aktive të tyre për të prodhuar, nëse këtu bëhet një gare jashtëzakonshme nga investitorë të huaj ose kompani të huaja për të hapur stabilimente të tëra, sigurisht Shqipëria duhet të kenë parasysh se ka të ca kufi biologjik dhe fizik. Shqipëria ka një popullat që nuk kalon 2.4 milion banor ose 2.5 milion, nga cilat mbi 750.000 janë tashmë në moshë të tretë, pra janë në pension, ndërkohë që kemi një rënë thelbësore të moshës së re, pra brezat nën 16 vjeç ose nën 18 vjeç, dhe duke marrë në konsiderat fakte të tilla kokforte, pra të cilat nuk të lejojnë, më mirë themi, të bësh projeksione, afatmesme të paktën mos flasim tek projeksionet afatgjata, në 4 vjeçarin e ardhshëm duhet me qenë pak më koherent, më mirë themi, dhe më racional në jo vetëm thjesht në premtimet që jepen, por edhe në detajimin
pra ku do gjënden këto para, ose cilat janë burimet e kësaj rritjet fort ekonomike, që të përballoj minimalisht, pra pjesën minimale të shpenzimeve, pasi këtu flitet pafundësisht për shpenzime lehtësi, për minimum jetik në nivele sfiduese, do të thoja, në krahasim me realitetin ose atë çka është sot, me pensione në nivele minimale dhe mesatare sfiduese, me paga sfiduese, jo vetëm sektorin privat, në sektorin publik, por edhe në atë privat. Dhe asnjëherë në Shqipëri nuk, të paktën nga forcat politike, pra është për të ardhur keq, nuk ka një debat të tillë publik, nuk ka një debat që lidhet me lidhjen organike që duhet të ekzistojë midis rritjes produktivitetit në ekonomi dhe rritjes reale të ardhurave në ekonomi. Nuk mund të rriten të ardhurat personale qytetarëve se vendos qeveria të rrisë paga në sektorin publik. Madje dhe këto rritje po vijojnë dhe po largohen nga matësia e produktivitetit. Pra, po ka gjithmonë paga për fat keq në si sektorin publik, ashtu në sektorin privat, po ka gjithmonë dhe një lidhje edhe më të dobët me produktivitetin. Pra, po rritet për arsye që nuk lidhe me rritjen e produktivitetit, por me arsye dhe fakte të tjera. Dhe duke pasur parasysh të paktën eksperienca ndërkombëtare që lidhja e produktivitetit nuk vjen nga politika fiskale, pra nga ulja e taksave, sepse ulja e taksave nuk do thotë domosdoshmërisht punësim më të madh, punësim më masiv. Kemi eksperiencën e hidhur dhe të keqe të paktën Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo për t'u krahasuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por për ta sjellë si një rast, më themi, studimor, që të gjitha uljet fiskale të viteve të fundit, të 2 mandateve të fundit presidenciale, për fat keq nuk ka rezultuar as në rritje të produktivitetit, as në rritje të dukshme ose thelbësore të mirëqenies, por çfarë kanë bërë? I ka bërë të pasurit më të pasur. Pra, korporatat çfarë kanë bërë? Të gjitha ato lehtësi fiskale i kanë valorizuar ose i kanë inkorporuar në fitime më të larta për aksionerët e tyre. Po të keni parasysh që aksionerët e këtyre korporatave nuk janë qindra miliona qytetarë amerikanë. Sigurisht ka qytetarë amerikanë aksionerë, por përfitimi i drejt për drejt në portofolin dhe xhepin e tyre është shumë herë më i vogël se sa në përgjithësi lehtësitë fiskale ose uljet fiskale ose më mirë themi këto qasjet e uljeve drastike dhe të forta ose të stimulimit biznesit nëpërmjet taksave, jo gjithmonë prodhojnë më mirë themi punësim masiv ose rritje të produktivitetit. Përkundrazi janë investimet afatgjata në shkencë, inovacion, teknologji, në aftësi, më mirë themi në aftësi praktike pune, pra edukim, pra investimin në arsim, investimin në shkencë, në kërkim, zhvillim, janë ato promotor, që sigurisht duhet të do prodhonin vota premtime të tilla për investimin në arsim, investime pra do prodhonin vota? Fakti në Shqipëri, ose eksperienca më themi e shumë viteve, ose pluralizmi në Shqipëri, ka treguar që pak ose as pak kuptojnë, më mirë themi qytetarët dhe votuesit, shifrat. Ose më mirë themi, shqiptari voton pak me tifozllëk, nuk është se bindet, më mirë themi, nga premtimet. Sigurisht një pjesë e votuesve mund të lexojnë, janë në gjendje të lexojnë, më mirë themi, këto premtime. Por vendimin e kanë marrë mbase por ato lloj premtimesh thjesht mund të përforcojnë, më mirë themi, atë ide që ai ka ose atë zgjedhje fillestare që ai ka bërë. Sigurisht në vite një pjesë e premtimeve janë bërë realitet, por në fakti që vazhdojnë diskutohen prapë, pra fakti që prapë rikthehet koncepti taksës shesht ose i lehtësie fiskale tregojnë që efektet nuk kanë qenë optimale. Erdhe në fakt do pyesja, ka një tendencë, po themi, botërore të rikthimit apo të aplikimit të taksës shesht, cila është tendenca, po themi, çfarë shembull ka, se kemi disa variante ku propozohet për një farë mënyrë, a është Shqipëria përshtatshme një modeli i përmbysjes së sistemit që kemi aktual të modelit taksimit për kaluar te taksa shesht, dhe me këtë model që kemi tani kur i kemi të përjashtuar, nëse do respektojmë ato lehtësirat, ato që janë me zero taks, a i bie të krijojmë taks shesht po me shkallë brenda vetes?
Natyrisht argumenti më pro, ose më mirë themi kryesisht me ekonomitë vogla dhe në këtë stad zhvillim që është Shqipëria, pra argumenti vetëm pro që lidhet me taksën e shesh ka të bëj jo vetëm thjesht për të siguruar konkurrueshmëri në rajon ku ende disa vende kanë aplikojnë taksë të shesht, por ka të bëjë më tepër me lehtësinë ose me stadin e zhvillimit dhe të formalizimit të ekonomisë. Shqipëria ende ka probleme me pjesën e ekonomisë informale dhe sigurisht ky është një element ose një instrument më mirë thënë politikës fiskale që e bën më të lehtë luftën ndaj evazionit fiskal dhe i informalitetit, pasi nuk ka arsye dhe argument për të vazhduar informalitetin me nivel relativisht të ulët më mirë thënë të taksës së shesh, shumë e thjeshtë në zbatim. Natyrisht taksimi i shkallëzuar ose progresiv tenton të jetë gjithmonë më i komplikuar, është i vështirë në zbatim, në mbledhje dhe kërkon një nivel aftësie dhe gjurmimi nga ana e administratës ose një nivel sofistikimit të administratës fiskale ose të timore më të lartë dhe sigurisht një nivel informaliteti më të ulët. Që Shqipëria në modelin aktual, thash, të mënyrë se si janë të konceptuar dhe funksionojnë një institucion ligj zbatuese në Shqipëri. Stadi i zhvillimit ekonomik, modeli ekonomik që ndjek Shqipëria dhe klasës që i përket ose grupit të ekonomive që i përket është e këshillueshme dhe sugjerueshme një politikë fiskale e thjeshtë. Dhe kjo lidhet ose i përngjason më tepër, pra shkon më shumë në favor të aplikimit të një takse të sheshtë, ajo mund tjetë edhe me nivele, pra po gjithmonë sa më e thjeshtë, kryesisht në nivelin e të ardhurave personale dhe sigurisht të ardhurave të biznesit. Nëse do të aplikojë niveli i taksës sheshtë, sigurisht do të binte argumenti i pragut fiskal, pasi nuk do kishte kuptim. E para dhe e dyta, çdo lloj përjashtimi në pjesën e politikës fiskale me përjashtim të rasteve të bizneseve mikro, të cilat nuk është se kanë një lloj ndikimi ose peshe, më mirë themi, në ekonomi dhe në politikë fiskale, sigurisht që do të përbënte një devijim edhe në disiplinën fiskale. Për fat që Shqipëria e ka vuajtur një lloj regresi në pjesën e disiplinës fiskale, që në momentin e zbatimit ose vënies funksionim vite përpara të përjashtimeve fiskale, pra kryesisht biznesi i vogël, pa TVSH, me TVSH, gjithë madje, po të ndihni edhe institucionet ndërkombëtare, pra FMN, Bankën Botërore, shprehen gjithmonë me tone të forta kundër, më mirë themi, këtyre lloj përjashtimeve fiskale, të cilat në një farë mënyre jo vetëm kompromentojnë politikën fiskale ose efikasitetin e politikës fiskale, por nga tjetër lënë gjithmonë dritare dhe të çara të hapura për evazion të mundshëm. Por janë prapë të gjithë i premtojnë edhe përjashtimet, ka akoma që i premtojnë në programe, që është pjesë fshatës do duhet të interesant. Të ndalim pak disa ide konkrete, profesor, kemi pasur një nga idetë që qarkullon në disa nga programet politike, për te pa i evidentuar cilat, se i shpjegova pak më parë, Banka e Zhvillimit si instrument për ekonominë, kemi majorancën që e aplikon, por kemi dhe subjektet opozitës që angaruesin këto zgjedhje që propozojnë të gjitha Bankën e Zhvillimit. Duhet sigurisht gjithë bien dakord që vendi ka nevojë për një bankë zhvillimi. Patjetër e kemi thënë edhe në herë të tjera në emisione të tjera, askush nuk diskuton pse nuk është për më herët? S'ka pas mjete apo jo, ndoshta nuk ka qenë dhe koha e përshtatshme ose më mirë themi ekzigjencat në atë panoramën komplekse politike dhe ekonomike Shqipërisë nuk e kanë nxjerrë, më mirë themi, si evidente ose më mirë themi një detyrim, më thonjza, për t'u sjellë. Natyrisht, të paktën në pjesën e ekspertëve, ne kemi kërkuar gjithmonë vite më parë, të paktën 10 vjet më parë, hapjen ose më mirë themi praninë e një banke zhvillimi, por ndoshta realiteti ose stadi, më mirë themi, edhe i pjekurisë politike për të pranuar, më mirë themi, dhe sigurisht për të rënë dakord me hapjen ose ekzistencën e një banke të tillë, si duket tashmë janë pjekur kushtet edhe në nivelet politike të larta, më mirë themi politike ose të politikë bërjes,
për nevojën që ka ekonomia të paktën në këtë stad zhvillimi për të dhënë një shtys ose më mirë themi një nxitje edhe më të fortë. Një propozim tjetër po ashtu interesant ka qenë ai i një subjekti politik që në program parashikon që individet apo qytetarët të jenë aksionerë në shoqëritë publike. Si ju duket si element? Sigurisht kjo do ishte një aspekt interesant, një qasje relativisht ndryshe, pra nga ajo çka kemi dëgjuar të paktën në diskursin politik të 20 viteve të fundit, duke si një ide e sjell nga e shkuara, pra kur ishim në kuadër ose në ato ethet e privatizimeve strategjike, pra ndërmarrjeve të mëdha, ndërmarrje shtetërore, të cilat për i faktit duhet thënë se një pjesë e tyre nuk kanë treguar se nuk ja kanë dalë të jenë shtruar, më mirë themi, në një histori suksesi. Sigurisht do të ishte një ide shumë e mirë, tashmë edhe në një kohë që Shqipëria ka tashmë një bursë funksionale, private, duhet të theksuar kjo, nuk kemi më bursë shtetërore, por kemi bursë private plotësisht të aftë për të akomoduar këtë lloj qasje dhe këtë lloj sipërmarrje të re, më mirë themi, politike, por duhet ketë parasysh një fakt që sigurisht është shumë e mirë si ide, por çdo forcë politike, nuk ka rëndësi se kush, për nga ana profesionale nuk ka rëndësi, duhet kuptohet qartë cili është stadi dhe niveli i përgatitjes dhe i gatishmërisë të korporatave publike për ta bërë të mundur një premtim të tillë. Faktikisht dhe për fat keq korporatat publike në Shqipëri kanë ende rrugë të gjatë për të bërë në drejtim të një menaxhimi efikas ose cilësor që do t'i jepte mundësi atyre, por edhe forcës politike ose qeverisë në atë kohë, që t'i shtynte këto korporata drejt kuotimit në bursë, pasi bëhet fjalë në mënyrë të pashmangshme për një kuotim në bursë të paktën të zotrimit publik të tyre ose të një pjesë të zotrimit të tyre nga publiku i gjerë. Duhet kaloj, ose duhet rrjedhë shumë ujë derisa pa përjashtim të gjitha korporatat publike shqiptare kanë problematika dhe komplekse për sa i përket cilësisë menaxhimit të tyre si korporata private, sepse pak rëndësi ka nëse pronësia është në mazhoritar publike ose private, nëse një korporat është e menaxhuar në mënyrë cilësore dhe sipas parimit të qeverisjes korporative moderne, pse jo ajo mund të jetë pjesë dhe duhet të jetë pjesë e një tregu, më mirë themi, të kapitaleve dhe të aksioneve që vetëm të mira ka, si në drejtim të aksionerëve, por edhe në drejtim të korporatës, por edhe në drejtim të punësimit, gjenerimit të vendeve të punës, të fitimeve dhe të ardhuar për aksionerët, qoftë në ata dhe të vegjël, pra edhe ky publiku. Me shumë ndoshta simbolik. Ka rëndësi madhësia e parave të investuar, rëndësi ka mentaliteti ose parimi se si funksionon. Pra është një premtim për mua interesant, serioz, ambicioz, por me sfida të mëdha për të zbatuar të paktën në 4 vjeçarin e ardhshëm. Është tentuar po vite që po tentohet të bëhet edhe ka vështirësi. Më shumë është tentuar në kufit, mund do të thoja pa frikë të propagandës, pse asnjëherë nuk është bërë një lloj pikë reale të paktën për korporatat e mëdha për të lëvizur në mënyrë serioze drejt sigurimit të një menaxhimi optimal dhe cilësor. Mund të krijonte një burim të ri investimi për qytetarët. Jo vetëm investimi, por duke qenë se këto korporata do mund menaxhoheshin më mirë dhe më me efikasitet, sigurisht edhe kostot e produkteve dhe shërbimet e tyre do të ishin më të ulta. Pasi çdo ineficiencë që ka të bëjë me menaxhimin e korporatave publike do të përkthehet ose do të transmetohet në treg me çmime më të larta, me çmime më të larta të produkteve të tyre. Dhe këtu e kemi fjalën për pjesën të shërbimeve publike, pra i energjia, uji, pra janë ca element ose më themi korporata të cilat janë tipike korporata për shkak të madhësisë, pra ato quhen tipike korporata për shkak të madhësisë dhe rolit dhe peshës që ato kanë në ekonomi dhe produkti specifik ose shërbim specifik që ato ofrojnë. Një menaxhim shumë i mirë, më cilësor, më transparent i tyre, në mënyrë të pashmangshme do të çonte edhe në një ulje të çmimit të produkteve që ato ofrojnë për konsumatorin.
Profesor, kemi parë vazhdimisht që në Shqipëri lek i ri, lek i vjetë kemi këtë diskutimin dhe është propozuar dhe ajo zgjidhja shpeshherë për arsye kalimin në monedën zyrtare euron. Tashmë ka dhe një propozim konkret në një nga subjektet politike për të adoptuar euron si monedë zyrtare. Çfarë impakti mund të kishte, si mund të bëhet njëherë? Mund të bëhet në mënyrë të njëanshme një veprim i tillë apo duhet, se më sa kemi parë për të përfshirë në eurozonë ka disa procedura dhe nuk është një vullnet vetëm politik i njëanshëm i një vendi, kam përshtypje ka dhe disa procedura që duhen kaluar. Më vjen keq që duhet zhgënjej personat ose personi që e ka ofruar këtë lloj propozimi, por Shqipëria ka hyrë në një rrugë të pakthyeshme, e ka të pamundur me kursin ose diskursin aktual politik që ajo po ndjek dhe geostrategjik që ajo po ndjek, praktikisht e ka të pamundur euroizimin e njëanshëm. Që do të thotë, Shqipëria tashmë ka hapur negociatat zyrtarisht me Bashkimin Evropian dhe në këtë proces, më mirë themi, i ka hyrë asaj rrugë të drejtë, të gjatë dhe të mundimshme, e cila për stacion të parë ka i integrimin në Bashkimin Evropian, pra bërjen e Shqipërisë vend antar. Do ngelin e kapitullin ekonomik, do ngelishim Evropian, jo, nuk ka të bëjë negociatat në hyrjen në Bashkimin Evropian, nuk është kusht euroizimi ose më mirë themi adoptimi i euros. Hyrja e Shqipërisë në ERM, në eurosistem, nuk ka të bëjë fare me atë pjesë. Pasi mund të zgjedhësh të jesh vendi i Bashkimit Evropian, por të mos zgjedhësh adoptimin e euros si monedë zyrtare ose heqjen e monedës kombëtare. Ka plot vende të Bashkimit Evropian, të cilat nuk kanë zgjedhur euro, nuk përdorin euron si monedë zyrtare për arsye objektive, kryesisht dhe thelbësisht objektive që lidhen me sovranitetin monetar, por jo vetëm, por e kundërta nuk është e vërtet. Pra, me përjashtim të Malizit dhe të Kosovës që janë në raste sui generis, pra nuk mund të diskutohen, nuk mund të sillen në rastin e Shqipërisë, as rastin i Malizit, as rastin i Kosovës, janë raste që kanë të bëjnë me një vendimarrje thelbësisht geopolitike dhe praktike në rastin e krijimit të këtyre dy shteteve. Shqipëria nuk e plotëson një klauzol të tillë. Shqipëria është e detyruar të ndjekë rrugën normale që kanë ndjekur jo më larg se ne Kroacia, pra që u bë vendi i Bashkimit Evropian dhe mëtej filloi të aplikonte pra për të bërë pjesë e ERM-s, pra e sistemit të eurosistemit, çka do të nënkuptonte hyrjen në euro. Nëse mund të ndodhi dhe ky skenar, mbetet hipotetik që të aplikojmë në mënyrë të njëanshme euron, po duhet të heqim dorë nga hapat që kemi bërë tashmë në drejtim të harmonizimit me Bashkimin Evropian. Të dyja nuk mund t'i bësh. Nëse një farë mënyrë për dalë në një nëse, Shqipëria arrin të realizoj dorëzimi i politikës monetare, po themi, i sovranitetit për vendos, është, po themi, është e favorshme për një vend si Shqipëria në kontekstin që jemi ekonomik që kemi, apo është pikë problematike, apo mund të jetë dhe përfituese? Më lejoni të them një fakt të thjesht, në rreth 25 vite që ka ekzistenca e euros, pra si monedë zyrtare, më mirë të themi, e eurozonës, nga gjithë vendet që e aplikojnë, vetëm 4-5 vende janë përfitues neto pozitiv nga euro. Pra është Gjermania, Franca, Hollanda dhe Irlanda. Diçka më pak Greqia, që ka ardhur si pasojë ndihmesës që i është dhënë pra në vitin 2012, por vende që kanë fituar ose kanë përfituar pastërtisht nga pra që janë më mirë me euron se sa po të ishin me monedën e tyre kombëtare, janë vetëm këto 4 vende. Të gjithë vendet e tjera pa përjashtim kanë punuar ose kanë financuar gjendjen më të mirë të këtyre 4 vendeve. Pasi në një farë mënyrë kjo është një lojë me shumë zero, pra përfitimet e 4 shteteve që thash kanë ardhur nga kontributet ose nga kostot që kanë detyruar të përballojnë vende të tilla si Italia, Spanja, Portugalia, e shumë e radhë, Belgjika, vende të tjera më të vogla. Pra, është shumë e bukur të thuhet që do të përdorim euron, s'do përballemi me rrezikun e kursit të këmbimit, nuk do kemi ulje të përfitimeve për eksportuesit,
Por, në një moment që ekonomia jote vuan lëngon pasojat të ndryshme, si që ishte rasti i shpërthimit të inflacionit në vitin 2022 e këtej, ndoshta jemi në evidencë që për herë të parë, paktën në historinë e ekonomisë tregut, ose më themi pas ndryshimeve demokratike të 90-s, për herë të parë e pam të paktën vitin e kaluar, ku normat e interesit lekut ishin më turta se euro. Pra, në farë, s'kishte ndodhur, s'ka ndodhur asnjëherë që pra, jo vetëm që në kohën e ekzistencës së euros, po edhe në rastin me dollarin amerikan, normat e interesit kredive ose kosto e paras ishte më e lirë për lekun shqiptar gjatë 2024-s, dhe po vijon të jetë më e lirë për lekun se sa me euro. Mjafton ky fakt për të kuptuar rëndësinë që ka sovraniteti monetar për një shtet, qoftë edhe ky i vogël dhe me një ekonomi jo shumë të fortë dhe jo shumë konkurruese. Natyrisht thash, euroizimi ka ose përdorimi i monedës tuaj ka avantazhet e saj, por duhet pranuar dhe kostot që ajo prodhon që në kushte të caktuara ose në ekonomi lehtësisht të thyeshme dhe të përkullshme, siç është ekonomia shqiptare, do të shërbente më mirë një suverenitet monetar se sa një euroizim i njëanshëm. Problematika që ka rreziku i kursit këmbimit dhe mënyra se si ai mund të përballohet ose të menaxhohet, këto nuk kanë të bëjnë me euroizimin ose jo të ekonomisë, por kanë të bëjnë me sofistikimin e ekonomisë dhe të aktorëve të ekonomisë dhe sigurisht me problematikën që ka ekonomia shqiptare me produktivitetin dhe eficiencën ekonomike shqiptare. Nuk vuan nga efekti i kursit këmbimit thjesht sepse kemi disa flukse të shtuara. Nuk ka rëndësi para me burime shinta, ose jo. Problemi i Shqipërisë është se ka një hendek shumë të madh midis produktivitetit. Pra ka një produktivitet që lë për dëshiruar, ku efekti më i dukshëm është në atë që tham, kemi një rritje të fortë të pagave, e cila nuk lidhet domosdoshmërisht ose po divergjon, më themi, rritja e pagave nga rritja e produktivitetit. Dhe kjo ka kosto në ekonomi. Një premtim tjetër është ai për injektimin e 2 miliardë eurove në ekonomi që mund gjenerojnë total rreth 8 miliardë euro dhe gjithashtu objektivi që nga 25 miliardë euro të arrijmë në një GDP 35 miliardë. Si ju duhen këto lloj objektiva? Janë të realizueshme? Janë afër realitetit? Ka potencial Shqipëria për të arritur këto nivele? Natyrisht që të shkosh në një e para njëherë mbetem skeptik në artikulimin e shifrave ekonomike në euro. Pasi këtu është për efekt mbase për t'i kuptuar... Jo, nuk kuptimi duhet jetë në lekun shqiptar. Qeveria shqiptare punon me lek shqiptar. Vetëm në tregun ndërkombëtar punohet me monedë të huaj, pra detyrimet që ka qeveria dhe shteti shqiptar janë monedë të huaj. Gjithë ekonomia... Është për efekt komunikimi kanë përshtypje. Komunikimi publik. Atë pse nuk zgjedhim dollarin, poundin, jemi të lirë të zgjedhim juanin kinez. Po mund të shkojmë me që pretendojnë një vend antar i BE-s? Jo, po mirë, nëse flasim me euro, në euro 3 vjet përpara ka qenë 25% më e fortë. Flasim për të njëjtën euro apo për të njëjtin lek. Pra duhet të zgjedhim e para njëherë formën e komunikimit dhe për të qenë serioz, personalisht do të zgjidhja një komunikim në lek. Pasi leku është aktualisht moneda kombëtare. Sigurisht ka vështirësi në konceptim, komunikim, kjo është detyrë e institucioneve dhe qeverisë të artikulohet në lek. Pasi mund të flasim për një shtesë 10 miliardë të prodhimit përgjithshëm bruto mbas 4 vjetësh, por nëse e kemi zhvlerësuar euro edhe me 25-30% të tjera, praktikisht s'kemi shtuar asgjë ekonomisë. Në terma leku do të jemi po në të njëjtin vend. A jemi, pra, që se rrisim 20% ekonominë dhe në bas 4 vitesh e kemi euron të zhvlerësuar 20%, ku jemi? Jemi po në të njëjtin vend në terma leku. Pjesa administrata paguhet me lek, nuk paguhet me euro. Pjesa dërmuese e punonjësve dhe në sektorin privat paguhen me lek, nuk paguhen me euro. Sepse shumë mirë mund të themi një punonjësi ose një punëtor shqiptar, shiko, sot në euro ti merr 700 euro. Por janë 700 euro sot me 700 euro në terma leku 3 vjet më parë, ai mund të marrë eksaktësisht të njëjtën sasi parash në lek, pra të njëjtën pagë në lek,
Dhe në euro ti thuhet po, ti po merr 25-30% më shumë në euro. Tani në shtëpi llogarinë ai me çfarë bën? E bën me euro? Po është ajo që themi pra që pagën kur e themi me lek të reja apo të vjetra, e themi me të vjetra se na duhet kur janë më shumë. Unë nuk di pse duhet diskutohet leku i ri dhe lek i vjetër, ne kemi vetëm një lek, është leku i ri, unë nuk e kuptoj këtë lloj diskursi sigurisht. Unë e kam artikuluar edhe më parë, ndoshta Shqipëria para se i takon deri në momentin kur do ta dorëzojë një ditë në të ardhmen sovranitetin monetar duke ju bashkuar eurosistemit ose eurozonës, por Shqipëria i ka mundësi dhe kapacitet Banka e Shqipërisë edhe të konsideroj një rregullim që të heqi përfundimisht dorë nga aplikimi i lekut vjetër dhe lekut ri. Nuk ka një hata. Në fakt, ajo që kam vënë profesor është që gjitha subjektet politike për përjashtim të dy subjekteve përdorin për llogaritje lekun, po themi që është moneda zyrtare e Shqipërisë, për efekt komunikimi me shumë, ajo që kam konstatuar nga leximi i programeve, të gjithë përdorin euron. Madje sikurse në tregun e pasurive të paluajshme sot kemi euron pikërisht për shmangur këtë konfuzionin base, edhe mund të jetë. Kjo është pjesë e edukimit. Mendoj që minimalisht forcat politike duhet kenë detyrimin moral të paktën dhe qytetar që në diskursin dhe në artikulimin e tyre politik ndaj qytetarit të mbrojnë monedën e vetë. Gjithsesi, profesor, nuk ka të bëjë me... Mendoj që mëkati më i madh është mungesa llogarive për premtimet më shumë se sa ky mëkati i vogël që e llogarisin në euro. Ky është detaj që del nga diskutimi. Ajo që është e rëndësishme është, pasi thash, është shumë e thjesht të jo të manipulohen, po të rishkruhen shifrat, duke thënë nga 25 miliard do kalojmë në 35 miliard euro mbas 4 vitesh, dhe duket që kemi një rritje, po themi me 10 miliard që praktikisht është mbi 40%, rreth 40% në nivelet aktual. Por nëse kthehemi në terma leku, pra e kemi sigurinë që planifikojmë me kë kurs këmbimi, pra me kë euro në raport me lekun. Pasi nëse do të marrim prirjet zhvlerësuese të 3-4 viteve të fundit të euros dhe atë e ekstrapolojmë për 4 vjeçarin e ardhshëm, do të komprometohet e rënd kjo rritje ekonomike. Pra nuk do kemi më rritje ekonomike 40%, por do kemi rritje më të vogël ekonomike. Pastaj, do kemi parasysh dhe një fakt tjetër. Kjo rritje ekonomike që artikulohet pra në periudhën e ardhshme, të paktën sipas gjitha gjasave dhe pritshmërive, jo vetëm të institucioneve shqiptare, por edhe institucionet ndërkombëtare nuk e kalojnë 3.54% neto. Po flasim pra të pastruar nga efekti inflacionit. Po duke marrë një rritje mesatare ekonomike në nivelin 5.5 dhe 6% me gjithë inflacionin, pra nëse e ekstrapolojmë për 4 vite, ku do shkojmë? Pra nuk shkojmë, do të vështirë se arrim, duke supozuar që nuk kemi të papritura në diskursin ekonomik dhe në rrjedhën ekonomike. Pra nuk kemi ngjarje madhore si që ndodhi rasti pandemisë, nuk kemi ngjarje madhore të shpërthimit të inflacionit të viteve të fundit, duke pasur parasysh dhe një fakt tjetër madhor, jemi përballë një kaosi ekonomik global të shkaktuar nga tarifat e vendosura nga administrata amerikane, gjë që ka rritur thelbësisht pasigurinë në arenën globale. Dhe tashmë bota nuk planifikon rritje ekonomike, por planifikon recesion. Pra në gjithë këtë teatr të trazuar geopolitik dhe ekonomik global, ne do vazhdojmë të lulëzojmë, po nga do lulëzojmë ne nëse bota do jetë në recesion. Pra, merrem për llogari ekonomike, sepse në ekonomi nuk shkohet me skenarin optimist. Ja minimumi 3 skenare, optimist, mesatari ose reali, realist dhe konservatori. Dhe në përgjithësi ekonomistët ndjekin konservatorin dhe mesatarin, asnjëherë skenarin optimist. Rritja me 10 miliard është kufiri i sipër mbi skenarit optimist. Sigurisht bëhet për efekt fushate, për diskutim politik. Por këto janë kapacitetet e Shqipërisë. E kemi të sigurt që tregu i pasurive të paluajshme ose ndërtimi dhe turizmi do të vazhdojnë të ecin dhe të rriten me të njëjtat ritme, pasi në teorinë ekonomike nuk ka rritje të tilla eksponenciale pafundësisht.
Ekonomia nuk mund të jetë gjithmonë në rritje. Kundër argument, profesor, po në këtë lloj logjike, pra se çfarë si mund të jetë, mund të kemi recesion, mund të kemi element tjerë, i bie që asnjë nga këto premtime, jo vetëm ky, gjitha premtimet duhet ishin në një farë mënyrë pikpyetje. Unë nuk jam selektiv në vlerësimin ose në opinionin për cila forcë, ne nuk folëm për forca specifike politike, por çdo premtim që jepet të paktën për 4 vjet kishte analizë edhe këto elementet. Duhet të marrin në konsiderat skenar. Pra, skenar do të shkojmë të paktën kaq, pra duke përcaktuar ose duke fiksuar nivelin e poshtëm më mirë se sa niveli sipër, pasi çdo niveli sipër përkthehet në një vlerë të shtuar, më mirë themi, të qeverisës ose të politikës, por nuk mund të premtosh maksimumin në një teatr të trazuar global. Sot bëhet fjalë për një teatr të trazuar global. Po, sinqeriteti është i vlefshëm në këtë situatë, kontekst politik, shpeshherë se kemi të bëjmë me ekonomia është edhe optimizëm, apo jo? Pra, dhe optimizmi ka një impakt në ekonomi, ka dhe teori. Ekonomia është optimizëm kur ke të paktën disa fondamente, bazamente reale dhe të qëndrueshme, pra mund të zbukurosh, por nuk mund të gënjesh. Po mund të jenë ndjekës trajekut, profesor, një pjesë e këtyre që mund të japin disa, po themi, pra duhet kemi parasysh një diçka që zhvillimet e forta ekonomike ose rritjet e forta ekonomike e para duhet të jenë të bazuar në ekonomi reale dhe në ekonomi o në prodhim, pa të fort, në rritjet fort të komponentes prodhimit, ose në rritjet fort të kërkimit dhe zhvillimit, ose të inovacionit. Më thoni, cila nga këto të dyja janë në realitet në Shqipëri? Cila për këtyre të dyjave? Dhe kemë parasysh dhe një diçka të tillë. I gjithë spektri i shërbimeve në Shqipëri, ose mënyra se si është ndërtuar struktura e ekonomisë shqiptare, nuk shkon në favor të një shpërndarje masive të vlerës së shtuar në ekonomi. Ne vërtet mund të arrisim ekonominë 3.54%. Por, mënyra si është ndërtuar ekonomia, ose ku angazhohen forcat e punës dhe si bëhet shpërndarja e vlerës së shtuar, pra asaj vlerë të shtuar që shtohet çdo vit, për fat keq mbetet gjithmonë në nivelet e sipërme, pjesa madhore dërmuese mbetet në nivelet e sipërme ose tek shtresat relativisht pasura. Pra tek mediana në pjesën e sipërme, jo në pjesën e poshtme. Në pyet fundit, profesor, përtej programe për biznesin në tërësi, u besoj e ke ndjekur deklarime që ka pasur, premtime që janë bërë në makro të gjitha subjekteve politike. Ka një filozofi ekonomike që aplikohet nga partitë, pra dallon element filozofik, koncepte, apo dalloj më shumë programet majta, nga ato që sillen, programet djathta, çfarë mund të bëni nga pikpamja profesorale, po themi, nga ana e boshtit. Madhësisë, më mirë themi, të premtimet janë nga të dyja krahët bilancit, kur i thonë, si nga të ardhurat dhe nga shpenzimet. Pra, edhe si nga lehtësitë fiskale për biznesin, edhe nga bujaria e programeve sociale. Pra, të bësh programe sociale, pra me, po themi, nivele minimumi, jo se nuk duhen, të gjitha duhen dhe janë të mirëpritura, por çdo premtim për programe sociale të zgjeruara sociale ose programe bujare sociale kërkon faturën nga mbrapa, e cila do dalin nga parat tona, pra nga parat e taksatorëve. Qeveria nuk ka parat vetat. Qeveria nga ne do t'i marrë parat. Aty është zgjedhja politike, është sa këto parat do përdoren në mënyrë efektive, pra sa do t'jetë niveli i efikasitetit të përdorimit të këtyre parave, pra në arsim, shëndetësi, inovacion, teknologji, infrastruktur, që kthehet, që krijon premisa aktive për zgjerimin e zhvillimit ekonomik dhe sa për tyre keq përdoren, ose përdoren për të mbajtur një administratë të fryrë, ose për shpenzimet të cilat nuk prodhojnë. Kjo është çështja dhe sigurisht zgjerimi i programeve sociale përbën sfidë sot për shtetet shumë herë më të mëdha dhe më të fuqishme dhe me një standard shumë herë më të lartë jete se sa Shqipëria. Jo më për Shqipërinë, e cila ka jo vetëm modelin ekonomik në disfavor, por dhe demografin. Shqipëria për fat keq nuk është një kombë i ri, nuk është një kombë që po rritet dhe po shtohet, dhe është një kombë që po plaket me shpejtësi dhe gjithë kjo barë sociale po do të vazhdoj të paguhet nga çfarë? Nga një numër gjithmonë më i vogël njerëzish, pra në formën e të ardhurave personale,
dhe nga një bazë më e vogël konsumatore dhe sigurisht nga një sasi biznesesh e cile për arsye objektive nuk mund të psojë rritje eksponenciale. Profesor, ju falenderoj për këtë bashkëbisedim dhe besoj do kemi mundësi për takime tjera gjatë periudhës së fushatës për të analizuar dhe projektime tjera politike. Me kënaqësi. Shikues të televizionit kanë pak minuta publicitet për të rikthyer në pjesën e dytë. Kemi bërritur në pjesën e dytë të Election Room, pasi kemi diskutuar programet e partive politike për biznesin, kemi pasur gjithashtu dhe diskutim dhe bisedë në studio me profesor Elvin Mekon për sa i përket premtimeve që ka pasur në gjatë kësaj fushate elektorale dhe po bën publike nga partitë politike, sa të realizueshme janë, cilat kanë pikpyetje dhe mbi gjitha do të shkojmë në dhomën tjetër të Election Room, ku është kolegja ime Gjorgjina Deta për cilë statistikat të tjera, një përthyrje ndryshe shifrave. Gjorgjina, mirëmbrëma. Kreshnik, mirëmbrëma, mirë se u gjej. Kemi biznesin sot, premtime që kanë subjektet politike, çfarë statistikash të reja do të kemi sonte? Kur flasim për biznesin Kreshnik, pa dyshim që do ta shohim marrëdhënien të dykashme, nga ana tjetër biznesi që pret pra për premtimet që janë bërë apo për kërkesat që ato kanë patur dhe nga ana tjetër në aspektin e numrave apo mbështetjes partitë që nga biznesi. Dhe unë kam sjellë sot kartografi ku do të analizojmë pak a shumë një qasje tjetër si që bëjmë gjithmonë në këtë hapësirë pra të Election Roomit, sa i përket disa të dhënave shumë interesante. Le ta nisim ato të cilat unë dua t'i quaj të dhëna administrative, ku në një farë forme do të flasim për numrat apo sa potencial ka në fakt bizneset dhe jo vetëm pra nga potenciali që kanë apo nga kontributi që japin në ekonomi dhe ne këtë e dim pasi ka një peshë goxha të rëndësishme, qoftë nëse flasim për bizneset që operojnë në shërbime apo në ato që operojnë në të mira, por nga ana tjetër në aspektin e numrave sa potencial kanë bizneset në këto zgjedhje parlamentare pra që do të zhvillohen më datën 11 maj. Atëherë shohim Kreshnik që peshën më të madhe e kanë ndërmarrjet të vogla dhe të mesme, si në numër të punësuar, ashtu edhe në shitje, dhe kjo tregohet përmes të dhënave zyrtare nga Instituti i Statistikave. Unë do doja të referohesha në këtë moment sa i përket numrave pra për të patur një llogaritje në fund të grafikut se sa mund të jetë potenciali dhe sa mandate le të them mund nxjerren nga këto të dhëna, bashkë me një shpjegim se si mund ndodh kjo. Shohim që mikro-ndërmarrjet me një deri në 9 punësuar vlerësohen në numër të punësuarish në rreth 212.000 për afërsisht. Ndërkohë nga ana tjetër kemi ndërmarrjet e vogla që kanë 10 deri në 49 punësuar dhe këto vlerësohen në rreth 120.000. Nëse referohemi ndërmarrjeve të mesme nga 50 deri në 249 punësuar, vlerësohen në 129.000 dhe nga ana tjetër ndërmarrjet e mëdha me mbi 250 punësuar vlerësohen në 97.000. Çka do thotë? Të gjitha ndërmarrjet në Shqipëri, pra sektori privat e thënë kështu për llogarit një shifër mesatarisht prej 559.000 të punësuarve, që sigurisht duke marrë në konsiderat pra si mund të ndikohen këto të punësuar dhe unë dua që kësaj shifre sigurisht i shtojmë edhe nëse i shtojmë edhe familjarët e atyre të cilët drejtojnë këto sipërmarrje, drejtojnë këto biznese, shifra do të ngjitej akoma dhe më shumë. Pra staj përket gjithmonë sektorit privat dhe potencialit që ato mund të kenë në zgjedhjet e 11 majit. Dhe unë dua të theksoj, sepse me të drejtë publiku që na ndjek apo dhe ju mund ngrini pyetjen se si mund të jetë ky potencial sa më efektiv dhe si mund ndikojë kjo në vot, ku parafërsisht mund përllogariten rreth 40 mandate le të themi nga kjo vlerë, pra 559.000, sigurisht që mund të ndikohen duke marrë konsiderat nivelin e të ardhurave të tyre apo pasiguritë apo siguritë financiare të thënë kështu. Nëse politikat janë përshtatshme, premtimet janë përshtatshme për bizneset ku ato punojnë, sigurisht që mund ndikojë edhe në votën e tyre duke marrë konsiderat në afat gjatë, pra rritjen e pagave apo investimeve që mund të marrin pra biznesi në kategoria më rëndësishme, po themi që adresohen subjektet politike për votë. Ne theksuam që biznesi është kategoria më rëndësishme jo vetëm sa i përket kontributit që jep në ekonomi, por në këtë, nëse e shohim nga ky prizëm, ka edhe një peshë konsiderueshme sa i përket edhe kontributit në votën që do të hidhet pra në datën 11 maj. Ndërkohë nga ana tjetër, unë do doja që të kalonim një grafik i cili do t'rregojë pra peshën, cila nga këto ndërmarrje ka peshën më të madhe dhe cili është kontributi i vërtet në ekonomi, pra referuar sërish shifrave nga Instituti i Statistikave. Dhe shohim që ndikimi i biznesit është kryesisht i atyre që janë të vogla dhe të mesme. Pra janë këto ndërmarrje ku edhe theksi edhe premtimet pra duhet të kenë pra të fokusin e veçantë, pasi kanë dhe peshën më të madhe në ekonomi. Pasi, sipas të dhënave, 9.9% e ndërmarrjeve aktive janë ndërmarrje të vogla dhe të mesme. Dhe ne pam edhe përgjatë infografikëve që ju shpalosët përgjatë pjesës së parë që ka një sër premtimesh nga partitë të ndryshme që i adresohen kryesisht biznesit të vogël dhe të mesëm.
82.5% të punësuarve pra janë pikërisht të punësuar në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, çka tregon për një peshë goxha të lartë siç e pam edhe në grafikun e parë. Ndërkohë nga ana tjetër kemi 81.3% të shitjeve neto që realizohen, pra ky është nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, që në këtë aspekt pra shohim kontributin real që kanë ato në ekonomi. Ekonomia shqiptare duhet thënë që mbahet kryesisht nga biznesi i vogël. 73.1% e investimeve kryen pikërisht nga këto ndërmarrje, ndërkohë nga ana tjetër nëse flasim për vlerën e shtuar, që realizohet në ndërmarrje vlerësohet në 78.2% kreshnik. Pra pak a shumë, biznesi i vogël është ai që pritet të ketë dhe potencialin më të madh, ndikimin më të madh në këto zgjedhje, gjithmonë nëse flasim pra në aspektin e numrave. Ndërkohë nga ana tjetër, grafiku i radhës do të na shpalos ne mbrëmjen e djeshme apo dhe mbrëmjet e kaluara kemi marrë nga një premtim për të analizuar në një formë ndryshe dhe unë kam zgjedhur të analizoj premtimin e Partisë Demokratike për tatimin për bizneset dhe sa pritet të fitojnë, pra një shembull i thjeshtë. Shohim që kemi marrë një rast një biznesi me xhiro në 27 milion lek në vit. Pra situata aktuale, taksa me cilën përballet biznesi sot, bizneset me xhiro mbi 14 milion lek kanë një taks fitimi, kanë një tatim fitimi prej 15%, pra bizneset që kanë fitime mbi këtë vlerë. Pra tatimi aktual, nëse marrim 15% të diferencës, pra 27 milion minus 14 milion që është edhe pragu, shohim që tatimi aktual për llogaritën rreth 1.95 milion lek. Ndërkohë nga ana tjetër, me premtimin e PD-s që ka shtyrë dhe pragun, pra nga 14 milion lek e ka çuar, premtimi tregon që është në 18 milion lek dhe nëse dhe përveç se ka ndryshuar pragun, ndërkohë ka ulur edhe masën e tatimit nga 15% në 10%. Nëse analizojmë pra këtë diferencë, me rastin aktual dhe premtimin që pritet të bëjë Partia Demokratike gjithmonë nëse është fituar nga zgjedhjet që do zhvillohen më 25 maj, shohim që tavani për tatim fitimin është 0%, shkon deri në 18 milion lek. Ndërkohë nga ana tjetër, nëse marrim këtë biznesin me xhiro në 27 milion lek dhe bëjmë atë diferencën që u theksova më lart, me tatim fitimin 0, pra me tatim normën e fitimit 10%, shohim që 10% e diferencës vlerësohet në 1.35 milion lekësh. Çka do thotë, krahasuar me situatën aktuale, mund të kemi një kursim prej rreth 5.000 eurosh në vit nga ky një pag minimale në muaj. Po, unë kam zgjedhur që në grafikun e radhës pikërisht të tregoj se çfarë mund të bëj, janë një sër, kam zgjedhur një sër formash se si mund të investoj, pra mund të investojnë bizneset nisur nga ky kursim që mund të bëjnë në vit, pra duke marrë në konsiderat se si do të ndryshoj, pra jo vetëm pragu, por gjithashtu edhe norma e tatim fitimit. Çfarë mund të bëj? Është e vërtetë që mund të mbuloj një pagë mesatare vjetore vetëm nga ulja e tatimit. Ndërkohë nga ana tjetër, nëse marrim një pagë mesatare mujore, flasim gjithmonë, ndërkohë nga ana tjetër mund të mbuloj një pagë të 13 për 10 punonjësit më të mirë ose ato që kanë patur performancën më të lartë në varësi të politikave të ndryshme që ndërmarrje të ndryshme kanë. Nga ana tjetër mund të investoj në reklamimin në rrjetet sociale për disa muaj. Kjo e thënë duke marrë në konsiderat faktin që rrjetet sociale po kanë një peshë goxha të konsiderueshme në reklamimin e bizneseve dhe po investohet goxha shumë. Ndërkohë nga ana tjetër mund të rregulloj ambientin ose mund të blej mobilje të reja në rastin e bareve, restoranteve, mund ndryshojnë disa nga mobiljet ose ato mjetet e nevojshme që i duhen një biznesi pra për të arritur atë objektivin e tij. Pra pak a shumë ky është një shembull i thjeshtë se sa ndikim mund të ketë pra në biznes ndryshimi i pragut apo ulja e normës së tatimit dhe ndërkohë nga ana tjetër e sjell ndryshe çfarë mund të bëjë një biznes pra nisur me këto parat kursyera nga ky premtim. Pra, e thënë një formë tjetër, këto forca e premtimeve gjithmonë nëse janë të realizueshme dhe realizohen në varësi të subjektit politik i cili fiton, e treguar në një formë tjetër. Gjorgjina, faleminderit shumë për thyrjen e statistikave dhe premtimeve dhe analizimin e tyre. Do takojmë sërish në fillim të javës tjetër. Të hënën. Mirupafshim. Dita sotme ka qenë ditë intensive për sa i përket aktiviteteve elektorale. Kemi pasur takime të liderit të opozitës dhe Partisë Demokratike, por takime dhe të kryeministrit dhe kreut të Partisë Socialiste, ju fletë të diqni aktivitetet që ka pasur dhe takimet e tyre. 200 kilometrat e para kanë mbuluar autostradat kryesore të vendit, pra Tiranë-Durrës, Durrës-Rogozhin, Rogozhin-Fier, Fier-Vlorë dhe të gjitha akset e tjera të cilat janë akset kryesore, përveç të shtuar pastaj me fazën e dytë dhe synimi ynë është që ne të mbulojmë në fazën finale
3650 kilometra, cilat janë aset i autoritetit rrugor shqiptar të inventarit. Në nivelin e sigurisë rrugore, në nivelin e urgjencës mjekësore, në nivelin e emergjencave civile, ndërkohë që gjithë kjo qendër moderne e monitorimi do të mbështetet nga sistemi i qyteteve të zgjuar ose Smart City me rrjetin e kamerave inteligjente dhe me inteligjencën artificiale që do bëjnë të mundur që në kohë reale të mblidhet e gjithë informacioni. Ne jemi duke përgatitur edhe rihapjen ose më sakt hapjen e akademisë së pilotëve, akademisë së forcave ajrore, ku do të fillojë edhe përgatitja e pilotëve shqiptar. Synimi është që kjo të jetë një akademi që t'i shërbej edhe forcave aleate të tjerëve. Për këtë po punojmë përsëri me një grup shumë të rëndësishëm në fushën e industrisë mbrojtjes dhe besoj që në ditët në vijim në Vlorë do të bëjmë edhe firmosjen për fillimin e punës për Akademinë Shqiptare të Forcave Ajrore. Këtu po punojnë disa arkitekt me prestigj të madh ndërkombëtar, europian, deri dhe japonez, dhe pa diskutim që kur ato projektet fillojnë të dalin mbi sipërfaqe, vlera e këtij bregdeti, vlera e gjithë këtyre territoreve, por edhe vlera e shtuar që do të sjellë turizmi për Lezhën dhe për ekonominë tonë kombëtare do të jetë ku e ku më e lartë se sa sot. Duke qenë se ka pasur dhe interes nga bizneset, ne duam që të bëjmë një shpjegim pak më shtërrues për paqen fiskale. Është një mekanizëm i përdorur që në kohët e Romës vjetër, që nënkupton një marrëveshje midis qeverisë dhe biznesit për kontributin që nëse biznesi dhe qeveria apo më saktë agjencia e të ardhurave, tatimet, bien dakord që për vitin e ardhshëm ose për 2 vitet e ardhshme ose për 3 vitet e ardhshme unë si biznes do të paguaj këtë që kam paguar vitin e kaluar plus rritjen ekonomike, është një formulë e thjeshtë, atëhere tatimet marrin përsipër që ti si biznes nuk ke më asnjë lloj kontrolli dhe asnjë lloj nevoje të kesh asnjë marrëdhënie me burokracinë. Elementi i dytë i paqes fiskale është mundësia që do t'i japim bizneseve për të kthyer mbrapsh. Pra, për të deklaruar të ardhura të cilat nuk i kanë deklaruar më parë në një harë kohor për 5 vitesh, të kthehen mbrapsh edhe t'i deklarojnë pa marrë asnjë lloj penaliteti, tatimi mbi fitimin do jetë vetëm 5%. Ky është një incentiv shumë i fortë për biznesin dhe nga ana tjetër është edhe në interes të shtetit në mënyrë që të ardhurat të dalin të gjitha në dritë dhe nga ana tjetër biznesit mos rëndohet. Në muajin qershor do fillojmë procesin vendosim rrogën minimale 500 euro. Por ju garantoj se si përmarrësit tuaj do kenë nga ana tjetër të gjitha lehtësirat fiskale në mënyrë që biznesi i tyre të ketë sukses të vazhdueshëm. Çfarë do bëjmë ne së pari? Do të jemi realist. Këta e mbajnë biznesin
me shumë vështërsi. Sepse, me humbje. Sepse rënja e euros nga 1.400 lek që ishte në 90 lek, është një rënje që këta i dëmton në mënyrë shumë thelbësore. Në kushte jashtëzakonisht të vështira, kanë arritë ta mbajnë gjallë biznesin në kushte shumë të vështira. Ja u them unë ju, se vetëm rënja e euros me 35% për eksportusin është bravo. Por, çfarë kemi normende? Ne, pas datës 12 maj, do krijojmë një bord. Dhe ky bord do të kompensoj eksportuesve qindark për qindark zhvlerësimin e euros. Në mënyrë që eksportit punoj pak dhimbje koke, pak kërcënime. Ne do e bëjmë këtë. Nga ke do ulim energjinë për biznes e vogël në 6 lek, do përgjysmojmë tarifën e ujit, bashkitë s'do mund të vendosin taksa më shumë se 1% e xhiros vjetore, pensionet minimal e rrisim në 200 euro, sot është 120 euro, rrogën minimale në 500 euro, para ata që janë mbi rrogë minimale, që paguajnë tatim fitim, do zbres nga 23 në 10%, pra ipet një frymarrje me një hershme për të gjithë. Ne artizanati do marrë një rëndësi shumë të madhe, në rast se u kujtohet, ne miratojmë ligjin, por ligji kërkonte një seri ndërhyrjesh tjera, të cilat mbeten. Por ne ju garantoj se do kemi sektor shumë të rëndësishëm, parsor në prodhim, sepse është një mënyrë edhe përfaqësues shumë dinjitozi kulturësor. 200 euro quhet minimumi etik. Cili është ky? Me 200 euro, me 6.3 euro në ditë, sipas të gjithë llogaritjeve shkencore dhe ekonomike, personi nuk është në varfëri ekstreme. Në varfëri po jo ekstreme. Varfëria ekstreme është ai që i themi ne mjerim. Me më shpirtin gjasim kodën e verit. Bravo. Mjerim nuk do ketë më. Pastaj mbi këtë bazë do rritet kjo. Ne do të bëjmë gjithçka që kjo gjendje të ndryshojë. Edhe të ndryshojë. Jam me ju e nuk bëhet fjalë. Unë jam shumë mirënjohës, por edhe unë ju garantoj ju dhe të gjitha bizneset e vogla dhe bizneset tjera, se ne do bëjmë gjithçka për klimën më miqësore, më të favorshme për suksesin e tyre. Dhe kjo është plotësisht e mundshme. Ne do ulirojmë nga çdo lloj barre tepërt fiskale. Ne do bëjmë gjithçka të nxisim prodhimin. Nxitja e prodhimit është ndryshim situate. Do të rrisim pensionet, do rrisim rrogat, rritet fuqia blerëse. Vetëm ulja e tatim fitimit nga 13 në 10% në rroga, rrit automatikisht rrogën 13% të gjithë atyre që e paguajnë. Pra, ne kemi një plan shumë të mirë. Edhe njërë, cila është e vërteta? E vërteta është që përpjekje janë bërë, nuk është realizuar plotësisht, do realizohet plotësisht. Për këtë të garantoj. Inshallah me sukseset e. Kemi ndjekur deklaratat politike dhe aktivitetet e subjektive politike garuese në këto zgjedhje. Tashmë jemi në momentin ku do të lidhemi me kolegen tim Elizabeta Dosku, e cila do ta njohë me kandidatet e saj që ka përzgjedhur për të shpalosur programet e tyre. Bashkë do ndahemi për të takuar ditën e hënë. Mirupafshim. Shikuesi televizionit Skan, mirëmbrëma, takohemi së bashku në Kandidati, një rubrikë që i kushtohet kandidatëve të rinë në moshë dhe në politikë në këto zgjedhje. Ajo është një nënë e re me origjinë nga Kuksi dhe një zë i fortë në mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Kam kënaqësinë të prezantoj Ferdes Onuzi nga Lëvizja Bashk, kandidate për qarkun e Durrësit. Unë do pyesja, kush është Ferdes për te i politikës dhe garës së saj në këto zgjedhje?
Përshëndetje dhe faleminderit. Unë, si që thatë, jam Ferde Zonuzi, kam studiuar për filozofi edhe shkenca politike, teori politike. Jam aktiviste prej shumë vitesh, jam angazhuar në çështjen studentore në fillim vitet kur isha studente. Më pas jam angazhuar me organizatën politike të dikurshme dhe aktualisht që është themeluar edhe Lëvizja Bashk. Në këto, gjatë gjithë kësaj periudhe, jemi angazhuar për të drejtat edhe për padrejtësit që ndodhin çdo herë në vendin tonë, me padrejtësit që ne shohim që momenti kur fusim këmbën në universitet, dhe aty më erdhi, si me thënë, nevoja e pashmangshme për të angazhuar edhe për të artikuluar problematikat të cilat ne i përjetojmë në çdo dimension tonin, si të rinj, si student, si nxënës, si punëtor, e gjitha këto me radhë. Rrugtimi im ka qenë, si me thënë, nga bankat e universitetit deri tek fabrikat e punës, kryesisht fasonerit. Ajo që kemi bërë, kemi artikuluar problematikat e shumta që janë në sektorin e fasonerive, po edhe kudo, të drejtat e punëtorëve në çdo lloj, në çdo sektor. Kë do konsideroje një të drejtë më të prekur të punëtorëve sot në Shqipëri? Nga çka kemi parë që në gjithë. Atëherë, qiko, problematikat janë të shumta edhe nga më të ndryshmet. Ajo që punëtorët vetë dallojnë është fakti i pagave. Pagat shumë të ulta, të cilat çdo pastaj të kushtozon në mënyrën edhe në jetën që ti bën, dhe për ne kjo është një nga problemat kryesore, por patjetër, kjo është thjesht ajo e dukshmja, ka edhe shumë probleme të tjera të cilat artikulohen poshtë kësaj, që janë, si më thënë, mungesa e organizimit në çdo lloj sektori në Shqipëri. Aktualisht sindikatat janë shumë të dobta dhe mos ekzistente, dhe kjo është një nga problematikat tona kryesore dhe më të mëdha si shoqëri, dhe kjo për të cilën unë si Ferdes dhe Lëvizja Bashk angazhohemi çdo herë që të kemi organizim në komunitete, në vendin e punës. Këtu po flasim, sindikatat duhet të jenë organizime të punëtorëve në çdo lloj dhe punonjësve, të profesionistëve të ndryshëm në secilin prej sektorëve ku ata angazhohen. Lindur dhe rritur në qytetin e Kukësit, në një qytet në skajin verior të Shqipërisë, vjen nga një familje punëtorësh, cilat janë ato vështirësi në rrugtimin tënd jetësor që kanë shënjuar jetën tënde? Atëherë, vështirësitë mendoj janë të njëjta si për shumicën e të rinjve dhe trejave, të cilët rriten në kushtet në cilat jemi rritur edhe ne. Ti nuk ke akses në, si më thënë, shërbime dhe të mira të cilat janë të nevojshme për të rritur. Ti praktikisht nëse, si më thënë, nuk ke mundësinë për t'i dhënë gjithë kohën studimit, do duhet të punosh si studente apo edhe më herët. Historia e familjes time, siç është Imvëlla që është dashur të emigrojë pa kryer gjimnazin, është historia e qindra të rinjve, sidomos në zonën e Kukësit, po jo vetëm. Kështu që këto janë, si më thënë, vështirësitë të cilat ne janë të gjithë qytetarëve të rinjve që hasin në Shqipëri. Ti shef punëtorët të cilëve nuk ju respektohen të drejtat, shef ata të cilët paguhen keq, të cilët jetojnë keq, ku ti nuk ke akses. Domethënë, ty ke pa mundësinë për të aksesuar shërbime të ndryshme. Ti nuk mund të kesh një shkollim të mirë, nëse nuk ke mundësinë të blesh libra, të bësh pse jo kurse të tjera mbi talentet e tua, të muzikës, të artit, të çfarëdo lloj sektori tjetër, apo për të ndjekur pasionet dhe talentet e tua, duke vazhduar më pas momentin që ti ke nevojë për një punë, nuk ke mundësinë të japësh vetes, pra nëse ti ke nevojë për të ardhura, si më thënë, momentale, nuk ke mundësinë që të japësh vetes hapësirën për të kërkuar për diçka më mirë, po do marrësh atë të cilën menjëherë të jep ca para më pak, por nuk të zhvillon ty në karrierë apo në aspektin e dijeve. A ka qenë më e vështirë të jesh vajzë e rritur në Kukës se sa të jesh djalë? Ka një lloj paragjykimi ndaj vajzave, sidomos në zonat veriore, do ta themi, është e vërtetë? Po, është e vërtetë. Ka penguar kjo gjë? Është e vërtetë që jo vetëm në zonën nga unë vi, është gjithandej që diskriminimi, dhe kjo është një fakt i joni, domethënë, dhe ndoshta jo vetëm kombëtar, po është në gjithë botën. Ne jemi duke parë që femicidjet, gjitha, domethënë, pabarazia në paga edhe në akses të shërbimeve është e njëjtë. Por për mua mendoj që problemi është me institucionet të cilat ty të lënë jashtë. Dhe nëse flasim për Kukësin, shumica e djemve kuksiane është dashur të emigrojnë në jashtë dhe të ndërpresin, si më thënë, rrugën të tyre drejt zhvillimit në karriera, po profesionale, gjitha këto me radhë, dhe për të hyrë direkt në tregun e punës, ndërsa
për mua si vajzë ka qenë, si më thënë, më shdash të shkollon, kam qenë e privilegjuar në këtë aspekt. Po, në këtë drejtim kam qenë e privilegjuar. Po pa tjetër, ne nuk mund të lëmë një dhe të harrojmë që jemi një shoqëri e cila kemi diferencat të mdhaja në mënyrën se si ne i aksesojmë shërbimet, por jo vetëm si paguhem, pozicionet e punës dhe mendoj se institucionet nuk kanë të njëjtin, nuk kanë vëmendje ndaj, sidomos ndaj grave për të, si më thënë, për të integruar në tregun e punës. Dhe Lëvizja bashkë, në fakt, me programin të cilin ne kemi prezentuar, e sjellim dhe këtë. Dakord, por dukesh nuk je rastësisht në politikë, se gjithë kohën shkon të programi dhe tek ajo që ju synoni të bëni. Megjithatë, një vajzë nga Kuksi që garon për deputete në qarkun e Durrësit. Shumë njerëz do pyesin pse? Cila është lidhja? Pse? E vërtet. Për mua Durrësi ka qenë shenjues në jetën time, sepse kam kaluar adoleshencën, e kam përmend dhe herë tjera publikisht, po për mua momenti më i vështirë edhe që më ka bërë të kuptoj diferencën e madhe, është kur jam kthyer si studente, kthehesha në Durrës, edhe shoh gjithë lagjen në errësirë të plot, ku Tirana shkëlqente me drita, dhe ishte periudha ku të gjithë lagjet ishin prerë dritat për shkak të, dhe kjo ka zgjatë për një muaj, po ndryshimi kaq i madh në pak kohë dhe në pak kilometra të bënte dalloje diferencat e mëdha. Dhe kjo për mua ka qenë një nga momentet, si me thënë, më të rëndësishme edhe ku më ka bërë të kuptoj që ka disa pabarazi, që nuk janë pabarazi se unë vi prej Kuksit dhe janë vendosur në Durrës dhe ky tjetri që është nga Durrësi, po ne të gjithë kemi njësoj problematika. Përmbytjen që kishte Durrësi her pas here, nuk ishte problem që vinte prej nesh që vinim nga vende të ndryshme, nga ana tjetër arsimi, shëndetësia, të gjitha këto probleme nuk kanë diferencime. Në fund të ditës të gjithë qytetarët kanë të njëjtin akses ndaj institucioneve dhe nuk ka diferencime në këtë aspekt. Ajo që duhet të ndryshojmë është mënyra se si institucionet na bëjnë ne ti aksesojmë dhe se si funksionojnë, në fakt. Ndihesh më shumë vajzë Kuksi apo vajzë Durrësi, se ke vite që jeton në Durrës? E vërtet. Ditë them që Durrësin e ndjej shumë afër, edhe ja di, si me thënë, ku i dhemb Durrësit, kujdo, cilës zonë, edhe pse unë jam rritur në zonën e Ish-Knetës, ja di edhe problematikat e gjithë qarkut, qofse do flasim, dhe paka shumë problematikat e mëdha, siç janë ekonomia, siç janë shërbimet, të cilat janë problematika të mëdha, ti artikulojnë të gjithë. Kështu që nuk ka diferencime dhe po, e ndjej shumë afër dhe kam dashur të rijetoj Durrësin sërish edhe në këtë mënyrë, domethënë tuaj. Pse me Lëvizjen Bashkë? Sepse Lëvizja Bashkë është subjekti i vetëm fakt në cilin unë kam gjetur atë artikulimin e problematikave dhe ku i shkon problematikës në zemër. Është vetëm një organizim që është modeli një partije moderne, e cila fillon me angazhimin qytetar prej vitesh. Ne kemi, unë ja thash, kemi që si aktivist të lëvizjes për universitetin, ku kemi artikuluar problematikën e universitetit, ku atëherë denonconim, si më thënë, kthimin e universitetit në një vend i cili do e trajtonte studentin vetëm si klient, dhe kjo gjëja ka ndodhur, sot studentët janë larguar, universitetet janë të boshatisura, shkolla më ka rënë si mitë dhe askush nuk do të studioj sepse mendon se shkolla më nuk ka si lloj vlerë, ose ai diplomat të cilën ti merr nuk të jep mundësi në tregun e punës. Nga ana tjetër, kam parë se si ka qenë në derën e punëtorit, ka qenë vetëm subjekt i cili ose aktivist i cilët e organizatës politike atëre kanë artikuluar mbi problematikat që i me më në shtëpi dhe jo vetëm, apo njerëzit e mi të afërt i artikulonin një gjë të cilën nuk ndodh në politikë, dhe arsye pse unë kam pranuar për të qenë kandidate në këto zgjedhje me Lëvizjen Bashkë, sepse unë jam aktiviste prej kohësh në themelim, por për të qenë kandidate mendoj se është një detyrë dhe përgjegjësi. Domethënë për ne nuk është, edhe për mua vetë, nuk është privilegj, por është përgjegjësi dhe mendoj se këtë më duhej si aktiviste prej kohësh, më duhej ta mbartja si përgjegjësi për ta çuar para. Kështu që për të artikuluar të gjitha këto problematika dhe për të luftuar për interesin tonë të përbashkët. Për burrat hyrja në politikë është më e thjeshtë, se nuk kanë shumë angazhime me familjen dhe detyrime kaq të larta sa që kanë vajzat dhe gratë për fëmijët. Ti je një nën e re, sa i vështirë mendon që do të jetë ky rrugtim për ty dhe sa mbështetje ke ti nga bashkëshorti? Absolutisht, ne vëmë re edhe në strukturat tona, në angazhimin e antarëve tonë, kryesisht janë shumica më madhe janë burra se sa gra. Dhe kjo ndodh për një arsye të vetme. Edhe
aktivistët të cilët afrohen, në një moment thjesht largohen sepse jeta e tyre personale i bën që të i pengon. Ne problemi nuk e shohim, si më thënë, patjetër unë kam mbështetjen shumë të madhe nga familja, jo vetëm nga bashkëshorti, po edhe të afërmit, babajnë edhe nënën e bashkëshortit tim, por në këtë moment kjo është zgjidhja momentale. Ne do duhet kemi zgjidhje, si më thënë, të përgjithshme që mos të penalizohet një grua për të angazhuar tërësisht me gjithë çfarë potencialin që ka, sepse vërtet është potencial i madh. Ne duhet kemi institucione arsimore të cilat të garantojnë që të kenë kujdes të shtuar ndaj fëmijëve, orare më të, si më thënë, të zgjatura, sepse shkolla mbaron në orën 12, ndërkohë prindërit mbarojnë punën në orën 4:30. Dhe këtu është e pamundur që nëse ti nuk ke mbështetjen e familjarëve të tu, që edhe kjo është një kosto e shtuar edhe për ata, është mund më i madh për ta. Por, prandaj edhe angazhohemi, do më thëmë për te i sakrificave dhe edhe pse për mua është më e thjesht, ndaj edhe angazhohem, si më thëmë, po jam angazhuar me kohë të plot, por duhet të japim një zgjidhje përfundimtare, që të tjera gra dhe vajza si puna ime të jenë të angazhuara, është potencial vërtet që duhet qoftë në punë edhe qoftë në politik, duhet ta shfrytëzojmë maksimalisht si shoqëri. Prindrit e tu janë tjerë pak skeptik, mojnën, kjo është një, le të themi, punë për burra, politika është e vështirë, ndoshta nuk është momenti dur, ti je një nënë e re, forca duhet shkojnë te fëmia. Ta kanë thënë ndonjëherë këta, po të kanë thënë vazhdo. E kuptoj. Në fakt, ata e mësuar që problem ndoshta ka qenë për mua në kur isha studente, atëherë thoshin, po, ç'ke, do më thënë, avash, pusho, edhe kur sapo në fakt, sapo kishte ardhur në partia që është në pushtet tani, sapo kishte ardhur, kishte 2 vitet e para që 1-2 vite që kishte ardhur në pushtet edhe i duhej që, okej, duhet të pushosh tani, por tashmë janë mësuar me këtë gjë. Nuk ka qenë problem për ta, patjetër janë suportues, unë e shoh në mënyra të ndryshme, në mënyrë direkte ose indirekte, po këtë e shoh tek të gjithë njerëzit të cilët mua më kanë njohur dhe jo vetëm mua, njësoj si të gjithë aktivistët tanë, në momentin që na kanë parë që kemi hyrë në zgjedhje në nivel kombëtar, kemi qenë mbështetës, sepse mendoj që ne jemi thjesht njerëz të cilët mund të kishim çfarëdo lloj emri. Në vendin tim mund të ishte kushto tjetër, jemi njerëz të cilët në përditshmërinë tonë ngrem zërin ndaj çdo padrejtësie, përpiqemi të bëjmë diçka në momentin që ka një padrejtësi, nuk mund të rrim duar kryq. Kështu që në këtë pikë ajo që është e dukshme është ne thjesht jemi emra rastësor që na duhet të bëjmë detyrën tonë si aktivistë dhe si njerëz, po mund të ishte kushdo dhe prandaj edhe na mbështesim, sepse e din që ne jemi njerëz të thjesht njësoj si ta, domos si kushdo tjetër në këtë shoqëri, kështu që nuk ka si një parti e vogël, sa vend, sa terren mendoni që do keni në këto zgjedhje, pra sa shanse keni për të fituar mandate, duke qenë se terreni, le ta themi, e dim që është i dominuar nga partitë e mëdha. Shumë e vërtetë është. Kemi parë edhe sondazhet nuk janë as pak të këndshme dhe as pak të mira asaj përket asaj që parashikojnë edhe masin për ne si parti e re. Mirë po unë shoh dhe vetëm mjatja që ne kemi si lëvizje bashkë janë njerëzit dhe ne tek ata flasim, me ata flasim dhe atyre ju drejtohemi në mënyrë të vazhdueshme. Unë si asnjëherë më parë, në fakt shoh që njerëzit janë të hapur për partitë e reja, e sidomos për lëvizjen bashkë, e cila është aty çdo ditë. Ne kemi si më thëmë, prej kohës që jemi gjatë gjithë kohës në terren, jemi me njerëzit, duke artikuluar, duke përpjekur të organizohemi. Për ne, si më thënë, kjo fushat është thjesht ca ditë që po i bëjnë të gjithë të njëjtën gjë, shkojnë kushdo, unë shoh që atë gjën që ne kemi bërë prej kohësh, vizita në tregje, në përfshatra e këto me radhë, po i bëjnë të gjitha partitë, domethënë, po për ne nuk ndryshon asgjë. Ne jemi duke i shkuar sërish, në këtë moment ne po i ofrojmë edhe zgjidhjen, nëse më përpara jemi përpjek të organizohemi dhe për të gjetur zgjidhjen më të mirë, kemi qenë në fazë konsultimi që të hartojmë një program të duhur. Në këtë moment ne thjesht jemi duke shkuar, si më thënë, të shpalosim idetë dhe presim të përqafohen shumë. Dhe për këtë arsye unë mendoj jam shumë shpresplot në fakt që do i kemi mbështetjen e qytetarëve. Dhe mua më habit kur shkojmë edhe në fshatra në cilat ne nuk i kemi aksesuar ndoshta asnjëherë më përpara, se duke qenë edhe parti e re dhe e vogël dhe që mbahet përmes kuotizacioneve. Ai është 28 vjeç, i rritur dhe i lindur në Fier, inxhinier elektrik me profesion dhe sot vendos të kandidojë në siglën e Partisë Demokratike në qarkun e Fierit. Kam kënaqësinë të kem zotin Maltin Dogani. Përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje, mirë se u gjeta.
ka qëri, si pas statistikave të Instatit, deri në moshën 29 vjeç në Shqipëri quhen të rinj. Përpara se të them, të pyes se ke vendosur që në këtë moshë kaq të re ti futesh rrugës së politikës, cili është ai background që të ka shtyr që t'jesh këtu sot? Gjatë gjithë kohës dhe jetës time edhe pse jam i ri, kam qenë i fokusuar te politika. Kam qenë pjesë e forumeve politike, kam qenë pjesë e partive politike dhe kam një angazhim goxha gjatë në disa zgjedhje si pjesë e strukturave organizative të partitë politike. Unë këto zgjedhje vi si mbështetje dhe si kandidati i Partisë Agrare Ambientaliste. Fokusi im edhe gjatë gjithë koha ime dhe angazhimi ka qenë tek mjedisi dhe tek bujqësia. Këto janë dy sektorë që duhen mbështetur dhe kërkojnë më shumë interes nga gjithë populli. Shqipëria është një vend që duhet ta ketë prioritet bujqësinë, duhet të ketë prioritet mjedisin, sepse në kushtet që jemi, mjedisi dhe bujqësia janë lënë shumë pasdore. Pse bujqësia vjen nga një zonë rurale, ke lindur dhe je rritur në një zonë rurale që e ke me kaq dobësi bujqësinë, le ta themi? Kam lindur në një zonë rurale dhe jam rritur atje, edhe i kam parë dhe i kam prekur konkretisht të gjitha procedurat dhe burokratit që hasin zonat rurale në organizimin e gjithë procesit, si në aplikimet që bëjnë në proceset nga qeveria, edhe në gjithë mbarvajtjen edhe procedurat që bëjnë deri në shitjen e produktit. Cila është vendlinja juaj? Unë jam lindur dhe jam rritur në zonën e Mbrostarit, edhe nga aty kam ardhur formimin tim. Besoj që edhe fushatën e keni nisur në këtë zonë, për kërkuar mbështetjen, le të themi, të atyre njerëzve me cilët je rritur. Po, fokusi im kryesor është në këtë zonë për mbështetjen gjatë fushatës, por ne si parti kemi struktura të përgjithshme në gjithë qarkun, ku jemi të fokusuar vetëm në zonat kryesore edhe duke i mbështetur që gjithë fermerët. E përmenda edhe njerë 28 vjeç, përpara se të vendosni të kandidoni, cili ka qenë profesioni, puna juaj, pra me çfarë, ta them në jargon, jeni marrë më përpara? Unë jam inxhinier elektrik në profesion, kam studiuar dhe kam mbaruar në Tiranë dhe kam mbaruar me rezultate të shkëlqyera. Kam punuar për një kompani elektrike, merrem me sisteme fotovoltaike, jam drejtues projektues atje, por se kam lënë kurrë pas pjesën e bujqësisë edhe pjesën e mjedisit. Tani pyetja do ishte, sot ne kemi një mungesë të fuqisë punëtore në të gjithë vendin. Inxhinierët elektrik janë ndër më të kërkuarit dhe më të mirë paguarit. Pse do duhet që të shkëputesh, ju jeni shumë i ri, por paktën për një farë kohe nga ky profesion për të shkuar në politikë? Sepse shoh më të rëndësishme pjesën e përfaqësimit të këtij komuniteti në politikë se sa pjesën e profesionit. Profesioni im aty është, jam i ri, do ta zbatoj atë gjatë gjithë jetës time, por për momentin bujqësia do një dorë shumë të fortë. Po, ke menduar për mirëqenie personale, të jetë më shumë mirëqenie politika, apo të jetë mirëqenie profesioni që ju keni aktualisht? Se ndonjëherë njerëzit i bëjnë dhe llogaritë e mirëqenies personale familjare. Jo, si kam bërë asnjëherë, s'kam hyrë në politikë për mirëqenie ekonomike. Nga profesioni që kam edhe një pagë të mirë paguar, ndoshta hyn te pagat edhe tek profesionet më të mirë paguara në Shqipëri. Kështu që s'është pjesa ekonomike ajo që mua më vendos të futem në politikë. Se po nuk të vjen keq që po e lë këtë gjën, këtë profesion e mirë paguar për politikën? Më vjen keq që ta lë sepse e kam dashur shumë që e kam zgjedhur dhe e zbatoj këtë profesion, por që ndihem i detyruar që të përfaqësoj më mirë gjithë komunitetin edhe gjithë prioritetet që ne kemi. 28 vjeç, po e përmend prap. Mendon që është një moshë shumë e re për të futur në politikë? Shqipëria ka nevojë për përfaqësim të rinj. Të rinj duhet të jenë ata që ta përfaqësojnë Shqipërinë në politikë. A kanë të rinj tek kësaj moshe pjekurinë e duhur për të përballuar, le të themi, ato pengesat e mëdha që sjell terreni politik? Dihet që terreni politik nuk është i thjeshtë. Të rinjt e kanë këtë, por edhe me mbështetjen nga të mëparshmit në politikë, ata do e arrijnë që të bëjnë ndryshime, do arrijnë që të formulojnë ligje shumë të mira, edhe që të bëjnë një parlament më të mirin e gjatë gjithë kësaj kohe të pluralizmit politik. Jeni martuar, ku qëndron familja juaj, bashkëshortja juaj në këtë rrugtim? Çfarë ka thënë? Bashkëshortja ime është mbështetësia kryesore e futjes time në politikë. Në politikë kam njohur dhe të. Jeni të dy, le të themi, në të njëjtin rrugtim? Po, jemi të dy në të njëjtin rrugtim.
edhe ajo është më fokusuar të çështja e bujqësisë, sepse është dhe vetë agronome. Agronome. Ndoshta dhe profesioni bashkëshortes të ka shtyrë më shumë që të fokusohesh tek këto çështje, apo është dhe backgroundi juaj që vini, siç e thatë më parë, dhe nga një zonë rurale? Kryesisht është backgroundi im, por dhe ajo jep një ndikim në këtë pjesë. Nuk është ai momenti kur thot u lodhëm me politikë, ndoshta do ishte më mirë të fokusoheshim në ato punët tona dhe të ishim jashtë jetës politike? Jo, jam akoma i ri që të them u lodha në politikë, gjatë gjithë kohës jam marrë me politikë. Kemi në Shqipëri tani në këto kohë, çdo 2 vjet kemi zgjedhje, ky një vit që rri pas zgjedhje ne duket sikur s'po punojmë, sepse duam këtë angazhimin e fortë gjatë politikës, i duam ato emocionet e politikës, dhe i duam ato angazhime dhe stres që na jep çështja e marrës me fushat elektorale. Kur vendoset të kandidonit, e menduat ndonjëherë që të pres edhe pak, ndoshta të pres ca vite, apo ta jap gjithë energjinë tani? Shqipërisë i duhet e gjithë energjia e të rinjve tani, sepse duhet bërë me patjetër ndryshimin kësaj qeverie. E ke menduar që qarku i Fierit në fakt është një qark disi vështirë, duke qenë se le ta themi është ma vi në ngjyra, kështu ka treguar dhe zgjedhjet e mëparshme. Të komplekson në thonjza kjo? Jo, nuk më komplekson fare, kjo më jep një shtys që ne të punojmë akoma më fort, dhe e gjithë lista e aleancës madhështore është duke punuar shumë fort që ta çojmë drejt një barazimi në mandate opozitën me qeverinë. Do të shkojmë 8-8. Ndoshta dhe të merrni drejtimin e qeverisë? Ajo është e padiskutueshme. Keni shpresë që ta merrni? Po, ne jemi të përgatitur dhe shpresa, jo vetëm shpresë, por jemi të bindur që do ta marrim. Ku keni të organizuar të fokusuar më shumë fushatën tuaj? Në cilat segmente të popullsisë? Kryesisht në segmentet e moshës mesatare të popullsisë, sepse ata janë ata që vërtet e kuptojnë edhe bëjnë ndryshimin. Por edhe të rinjt, ata janë forca që e kuptojnë akoma më mirë që duhet bëhet ndryshimi, sepse e shohin që gjithë bashkëmoshatarët e tyre po largohet nga Shqipëria. Dikur ka shkryuar një lloj perceptimi që në fakt votuesit mbështesin më shumë figurat politike që i kanë parë për vite në parlament, pra që ka një moshë të caktuar, një pjekuri të caktuar. Mendon që ka ndryshuar tani edhe ky perceptim nga ana e vetë votuesve, duan të rinj, duan ide të reja, duan njerëz që kanë energji dhe nuk janë lodhur duke ndenjur për vite në parlament. Si e shikon këtë nga takimet që bën në përditshmëri? Nga takimet me përditshmëri, shohim që njerëzit duan figura të reja, duan njerëz të rinj, janë lodhur nga njerëzit që kanë qenë nga figurat e vjetra politike që i përfaqësojnë, duan gjithmonë përfaqësinë e të rinjve, sepse shohin shpresën dhe të ardhmen tek rinia. Ti vetë je zgjonjur ndonjëherë nga politika, duke qenë se ke qenë pjesë e saj, le të themi, deri më tani, siç e përmendet? Mund të ketë pas zgjënjime të vogla, por që nuk mund të quhen sa për të marrë një vendim që të quhet i zgjënjur. E ke menduar ndonjëherë për shkak të ato zgjënjimet e vogla që ke pasur, do ta lë, nuk bëhet te politika në Shqipëri. Jo, siç themi ne, nuk bëhet kjo në Shqipëri, nuk bëhet kjo në Shqipëri. E ke menduar ndonjëherë? Jo, nuk e kam menduar, ato më kanë dhënë më shumë forcë që unë të punoj më fort edhe të përpiqem më shumë. Çfarë mendon që do sjellësh si ndryshim për fëmijën tënd në Shqipëri, që të rrinë në Shqipëri, të edukohet në Shqipëri, të punojë në Shqipëri dhe mos ketë si qëllim iken, sikur se kanë qëllim shumica e të rinjve aktualisht në vendin tonë? Për fëmijën tim do përpiqem që të kem politika më të mira, të ketë organizim shtetëror më të mirë, të ketë ligjet që të jenë të barabarta për gjithë, edhe që të ketë investime nga të huajt. Shqipëria ka nevojë për shumë investime nga kompanitë huaja. Po për fshatin, sa është fshati sot i përfaqësuar në parlament? Sa është sot, kur them sot, sa ka qenë i përfaqësuar gjatë gjithë kësaj kohe? Fshati është zona që ka qenë më pak e përfaqësuar në parlament. Pse mendon kështu? Sepse njerëzit gjithmonë janë larguar nga fshati, kanë arritur suksesin e tyre në jetë në aspekte të ndryshme të profesionit, pastaj janë vendosur politikës edhe kanë harruar fshatin, edhe pse ata kanë një preardhje nga fshati. Çfarë shikoni ju në sytë e fermerëve të Fierit? Fieri është ndër zonat më prodhuese, me bujqësi intensive, dhe shpesh shikojmë që derdhin qumshtin e grumbulluar, derdhin perimet, kanë pak kënaqësi nga pushteti, nga qeveria në mënyrë të vazhdueshme, pra përgjatë gjithë kohës. Çfarë lexoni ju në sytë e tyre? Çfarë kërkojnë ata? Çfarë do sjellni ju si kaos? Ne shohim një lodhje, një mërzitje të gjithë pjesës së njerëzve që punojnë fshatin. Ata janë shumë të zgënjur nga qeveria.
janë shumë të shkënjyra nga subvencionet. Ne do të bëjmë një politikë që subvencionet shkojnë drejt për drejt tek fermerët, që fermerët mos kenë burokracira në thithjen e këtyre subvencioneve, dhe këto mos të shkojnë në xhepat e oligarkëve dhe jo në xhepat e fermerëve, ku aty duhet të jenë realisht. Fakti që jeni në listë të hapur, të duhet të punosh më shumë kundrejt edhe atyre, le të themi që garon me të njëjtën sigël, por edhe rivalëve të tjerë. Që janë në listë hapur të bën që ti të jesh zërës e 24 orë në fushat, do të jesh në çdo ditë dhe në çdo orë në takim me njerëzit, sepse ne na kërkohet më shumë punë, realisht ne duhet kemi më shumë punë, sepse veç votave kryesore për aleancën madhështore, do të kemi edhe votat personale, që ne të arrim të përthithim këto mandate, si që thash përthithim këto 3 mandate, edhe jemi 16 kandidat që luftojmë për brenda siklës tonë, brenda llojit për këto 3 mandate. Sa e vështirë është luftosh brenda llojit? Jemi mësuar se sistemi i këtij viti është ndryshe nga më parë, dhe jemi mësuar që lufta e bëhej në fakt jashtë llojit, por tani bëhet brenda llojit. Do duhet që të veshësh disi edhe atë buzëqeshjen me kolegët që ke brenda llojit, por nga ana tjetër edhe të konkurosh. Ajo nuk është realisht një luftë, është thjesht që ne kemi pritshmëritë tona edhe... Luftë për karrige? Deri diku është luftë për karrige, por nuk është luftë reale brenda llojit. Ne në qarkun e Fierit i kemi sheshuar gjërat, i kemi ndarë zonat tona që të punojmë, gjithë kandidatët kanë marrë zonat e tyre përsipër në gjithë qarkun, ku ata do të punojnë me duke organizuar strukturat dhe duke thithur dhe vota të majta ose votën ngri, por që duke punuar edhe gjithë kandidatët me gjithë njerëzit edhe miqësitë e tyre në gjithë qarkun. Folëm pak për familjen tënde të vogël, por familja jote, le të themi babai dhe nëna, sa mbështetës janë prindrit i këtij rrugtimi tënd? Prindrit janë shtysja kryesore në këtë rrugtim politik, i matë është marrë shumë herët me politikë, kjo më ka bërë dhe mua që të jem pjesë e politikës. Babai juaj ka qenë gjithmonë opozitar në shpirt, apo? Pra le të themi në këtë sigël që garoni ju sot? Jo, nuk ka qenë në këtë sigël që garojnë sot, por që ka pas gjithmonë bindjet e tij dhe ka qenë gjithmonë në një farë forme mund të quhet edhe opozitar. Po pse të ka shtyrë që të merresh me politikë? I është dukur tërësisht politika e padrejtë, mënyra se si ka ndodhur gjërat, mënyra se si vëmendja ka qenë më e ulët ndaj qytetarëve, por edhe fermerëve në rastin konkret, duke qenë se është dhe kauza juaj kryesore. Më ka shtyrë më shumë merrem në politikë, sepse gjatë gjithë kohës më ka pëlqyer sfidat, më ka pëlqyer që të jem gjithmonë i angazhuar, që në gjimnas kam qenë i angazhuar me çështje sociale që kam prekur pjesën e të rinjve, siç mund të jenë gjimnazistët, kam qenë forumet e gjimnazeve që s'janë politike, por që janë të japin një shtysë dhe një forcë shumë të madhe të rinjve. Kam qenë pjesë, pastaj jam bërë pjesë e politikës kur kam vazhduar universitetin, edhe atje duhet merresha me çështje sociale apo me çështje politike. Edhe arsimi im nuk mund më bënte që të merresha me çështje sociale, por duhet i futesha politikës. Ke një bindje idealiste sa i takon politikës? Është aq e pastër apo të bën pis domosdoshmë rrugës? Historia ka treguar që të bën pis, por nëse do kemi një përfaqësim në masë të rinjve, nuk mund të bëhen pis të gjithë të rinjët, gjithë do ndihmojnë njëri tjetrin, edhe në këtë mënyrë do të shkojnë pastrimi i politikës, duke futur figurat edhe njerëz të rinj. Pse mendon që duhet të votojnë ty qytetarët dhe fermerët kryesisht të Fierit? Pra ty si individ, duke qenë se garon edhe në listë të hapur dhe le të themi sfidën fillimisht e ke me vetveten dhe pastaj me partinë dhe të tjerët. Do të më votojnë mua sepse besoj se do jem mbështetja e tyre kryesore, do jem zëri i tyre në parlament, edhe duke hartuar dhe ligje që ata t'i përkrajnë sa më shumë. Ku do ta kalosh kohën tënde më të madhe gjatë kohës që do jesh deputet, në Fier apo në Tiranë? Do ta kaloj në Fier, unë aktualisht zyrën time të punës e kam në Tiranë, por për të jetuar jetoj në Fier dhe çdo ditë shkoj dhe vi në Tiranë. Gjatë gjithë punës, njëjtën gjë do bëj edhe kur të jem deputet. Jetën time do ta krijoj në Fier dhe do ta jetoj në Fier, por përfaqësimin do ta bëj në Tiranë. Falenderoj shumë për intervistën. Ju falenderoj edhe unë.